Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në Vibe. Sot jam shumë i lumtur që në studio kam një nga emrat më të përfolur dhe më të dashur për publikun shqiptar, reperin Dulla. Faleminderit Klea për ftesën. Pas shumë mundimeve, më në fund erdhe. Të falenderoj unë ty. Erdha mas shumë mundimeve. Nuk mund ta. Edhe do të flej. Me që ishim edhe komshi, domethënë afër studiove të juaja, pranova, thash me që i kam edhe mish, se ku do shkoja pastaj, si do dilja para, mëse, si do të shkëmbeni. Patjetër, kjo ka shumë rëndësi dhe jam shumë e lumtur realisht që të kam në studio. Shumë faleminderit. Duke qenë se edhe unë i dëgjoj shumë këngët e tua, i kam dëgjuar dhe më e vogël, edhe kam kënaqësinë të kem këtu. Sa vite u bën në këtë industri? Atëherë, po. Kam gati 20 vite që unë domethënë kontribuoj për artin në Shqipëri, ndoshta dhe underground, ndoshta dhe publikisht dhe me projekte dhe me këngë, por vite kam goxha, pavarësisht nuk e kam pas gjithmonë prioritet muzikën. Muzika është thjesht një hobi për mua dhe unë gjithmonë domethënë e kam lënë si plan të dytë, jo si plan të parë për jetën time. Plan të parë çfarë ke pas? Arsyeja që unë domethënë dal shumë rrallë, a kupton? Rrallë për mall, pra. Po kur del fuqishëm. Patjetër. Cila është gjëja jote parësore? Se më thënë nuk e kam lënë gjithmonë muzikën dytësore. Parësore është puna. Aktiviteti, takimet me njerëzit, nuk po të flas domun pa i lek kështu se është personale, nuk po hyj domethënë, po që e kam domethënë gjë më elementar, më të nevojshme për jetën, ose më duket më e qetë, se muzika është shumë e zhurmshme, a kupton, për jetën, nuk të lë rahat. Nuk je komod të rish gjithkohës të merresh me muzikë dhe mendon se anashkalon gjërat e tjera, familjarët, njerëzit e dashur, duke qenë se duke njoh muzikën shumë edhe botën e muzikës së të artit edhe në përgjithësi, domethënë shoh që asnjë artist nuk ka paqe në vetvete, a kupton, dhe këtë kam kuptuar dhe kështu që e kam kuptuar shumë mirë, a kupton, dhe kam zgjedh që të jem Dulla bon rap, momentin që ka bif me një artist Dulla direkt del në origjinë, kështu që kjo lojë më pëlqen këtu edhe e le deri këtu. Shumë e bukur kjo, po te bifet do dalim pak më pas. Okej, nëse po. Tani dua të di cila ka qenë muzika jote e parë që ke dhez. Atëherë. Kënga ime e parë ka qenë Maj Shqipes, ka qenë kënga ime e parë dhe kanë qenë shumë pjesëtar të grupit OTR. Pastaj kënga që kam dhez, domethënë isha 16 vjeç, 17 vjeç kur kam bë albumin kur Noizi ka bë albumin e parë. Kam marr pjesë ka albumi i parë i Noizit, kam qenë 17 vjeç. Po. Cila ka qenë muzika? Kënga Forca Magjistari. Për atë kohë ishte një këngë shumë e bukur underground edhe sot po ta dëgjosh prap ka një veçanti ndryshe nga të gjitha këngët që mund të jenë aty në atë album. Kuptoj. Aty domethënë ishte ajo ishte emocioni i parë i fortë. Pastaj tjerat nuk ose gjithmonë nuk është muzika më pëlqen, kushdo që shkruan bën diçka më pëlqen, a kupton. Ti shkruan vetë tekstet e këngëve? Po, patjetër. Sa nga ato, sa përqind atyre teksteve që ti publikon kanë të bëjnë me jetën tënde personale? Nuk po themi 100%, domethënë që çdo tekst, se jo çdo gjë që shkruhet besohet. Domethënë ka momente që në brenda në tekst ka gjendje shpirtërore të një artisti, po e marrin përgjithësi jo vetë unë, që shprehin domethënë një pak kënaqësi ose shprehin një urrëtie, shprehin një gëzim, e di, manifestojnë diçka në një dy rrjeshta, ke parasysh domethënë mundon që ta të shprehin diçka, po që nuk mund themi që çdo rresht aty është e jetës personale, sepse ajo është strukturë që ti si pikturë që e mbush me ngjyra, kupton? Repi si përkufizohet? Të ketë të përmbajt dise, bife, çfarë ka në thelb? Është ajo bifi momentit të reperave, një reper me një reper tjetër përmban shumë përmbajtje të brendshme emocionale që mund t'ja shprehë një reperi tjetër, pastaj në vetvete ka shumë, është shumë, se ne kemi parë s'mund ta përkufizoj sepse nuk e di, domethënë ka shumë gjëra. E kuptoj se ne kemi parë dhe shumë repera që tekstet nuk i shkruajnë vet.
Unë mendoj se ndoshta në një reper reper që mund të jetë në një nivel shumë i lartë edhe mund të marrë diçka, edhe mund të marrë një tekst nga dikush tjetër, nga një tekst shkrues tjetër, një vi melodike ose shumë normale apo sepse ndoshta e ndihmon ose e nxjerr pak nga ajo guaska ku ai ka qenë, nga ai stili, dhe ndoshta një tekst shkrues jep një vi melodike dhe një domethënë një botë të re për mua për shembull si artist. Edhe nuk është keq, pse jo, pse mos shkruajnë dhe për artistat. Por për Drekun shkruajnë 200 veta. Dulla, çfarë sakrificash kërkon ky profesion? Normal do impenjim, punë, do investim, marketing, duhet t'jesh i plotësuar, domethënë që ti ta kesh muzikën edhe mos të kesh më gjë tjetër për të bërë përveç muzikës. Dhe nëse ti domethënë nuk ke gjë tjetër për të bërë përveç muzikës dhe ke ndoshta faleminderit Zotit mundësitë e mira, atëherë ti duhet t'i përkushtohesh shumë. Ka sakrifica se nuk mund të bësh. Mund ndesësh edhe me një këngë, një tek këngë, marrove punë. Puno gjithë jetën ti agut. Ose të gjithë artistat presin vetëm një tek këngë agut që t'ju japi atë që kërkojnë. Sot repi shqiptar është shumë konkurrues. Po. Ty çfarë të veçon nga të tjerët? Ideja është që nuk është se kam ne veçanti shumë të madhe ose të tjerët, se të gjithë njëjtin proces bëjmë, thjesht Dulla është i vjetër në lojë, e din si luhet loja, e din si është loja, edhe në moment që Dulla do të hyjë në lojë dhe do të marrë vëmendjen, Dulla di si ta marrë vëmendjen edhe di se si ta luajë, kupton. A mendon se repi shqiptar është në kulmin e tij apo ka qenë më parë, vite më parë kur ke dalë ti? Unë mendoj që është gjatë rrugës perfeksionimit. Domethënë më përpara nuk kam qenë shumë kushte për me bërë rap, studio, beatmakera ose producenta, kurse sot është më e thjeshtë për të gjetë beatmakerat, producentat, studion. Domethënë sot janë gjërat më ashtu dhe unë mendoj që sot është tani o momenti domethënë më që është muzika shumë në ngritje domethënë. Ka dhe shumë artista të rinj. Dua të di, a e ke zgjatur ndonjëherë dorën ndonjë artisti të ri që është i ri në treg? Po i talentuar. Patjetër. Edhe sa mbështetës je për këto artista të rinj? Patjetër. Bjondi! Kush është Bjondi? Kjo është Telagja, quhet këngëreq Bjondi, Armedi, emri i artit, se Bjondi e trasim ne. Kemi realizuar një këngë shumë të bukur, ka edhe një tip mini albumi 6 këngë të veta dhe tani po punojmë për klipin. Është shumë artist i ri, është shumë artist i mirë, producenti vet ishte vetëm 17 vjeç, a kupton, dhe ai ishte super i talentuar. Nuk ma priste menja domethënë që mund të ishte aq i aftë për ta bërë. Ka bërë bashkëpunim me ty? Patjetër. Pritet të dalë diçka? Kënga ka dalë, po punojmë për klipin. Si i kanë nxjerrë një tip mini albumi 6 këngë, vetëm me lyrics, dhe tani jemi duke i bërë projektit ton, jemi duke i bërë klipin. Edhe më vjen mirë që i mbështet artistat e rinj. Pafund i kam mbështet dhe do t'i mbështes. Edhe është gjë shumë e mirë dhe unë doja ta di kush ka qenë personi i parë që ta ka shtrirë dorën ty në hapat e tu të parë të karrierës. Dulla vjen nga grupi OTR dhe normalisht nuk ka pas kush tjetër për me ia dhënë dorën përveç grupit OTR dhe i përshëndes gjithë çunat. Keni qenë bashkëpunim. I keni dhënë secili dorën njëri tjetrit, duke qenë se keni qenë talente të gjithë. Të gjithë për një qëllim. Edhe është gjë shumë e bukur. Shumë e bukur. Të jeni një grup të gjithë për një qëllim. Shumë e bukur. Shumë e bukur dhe shumë e vështirë dhe shumë e dhimbshme. Do doja të të pyes pse nuk e dija ke përgjigje për këtë. Nuk e dija do m'japësh përgjigje, pse është e vështirë. Pse është e vështirë? E dhimbshme. Po nuk e di se apo vazhdon konkurrenca. Ti je një vajzë e re, je në kulmin e rinisë tënde edhe shumë vite më përpara, domethënë muzika ka agravuar në për shumë ka kaluar shumë atë cakun edhe është kthyer në dhunë reale. Duke u kthyer në dhunë reale, pasojat kanë qenë të shumë të mëdha për disa njerëz, shumicë rreth që nuk po i hy më thellë sa gjë. Okej, e kalojmë këtë dhe tani dua të di sakrifica motër. Sakrificat pra. Luft motër, luft. Sa ke sakrifikuar ti për të gjithë këtë rrugtim tëndin?
Jetën më. Jetën. Kemi shkurtu jetën për këtë rrugtim. Ja ka vlejt? Po normalisht që ja ka vlet, unë këtë gjë kam pasion. Unë muzikë do bëj edhe 60 vjeç, ndoshta s'bëj 5 vjet, do bëj mas 10 vjetëve, a kupton? Por unë kam pasion, unë këtë gjë e bëj se e dua, nuk e bëj për të tjerët, e bëj për veten time. Dhe nuk e di. Pauzat a janë të mira? Të bësh pauzë për një kohë të gjatë? Apo humbasin audiencën? Nëse rikthehesh fuqishëm dhe me diçka ndryshe, unë mendoj që nuk ka të bëj. Nuk ban. Nuk ka të bëj, domethënë, nuk të penalizon nëse ti kthehesh fuqishëm me një. Por gjithsesi varet, edhe mund të bish, por momenti që ti nuk e di se si funksionon loja, se si është loja, atëherë mas një pushimi të madh ti, a kupton, nuk mund të futesh kot, edhe hajde se po futem, duhet ta dish se si është loja e muzikës, se çfarë duan. Dhe çfarë duat dhe çfarë po luhet, që ti të godasësh. Ndryshe ti nuk godet. Edhe ti nëse ti nuk godet drejt për drejt, dikë një filan fistek. Është e kot, mos ju fut. Cili është disi i fundit që ke bërë dhe për kë? Kë ke goditur? Tani dua të di çik. Kë? Disi fundit. Jo, për ato që më njohin e din gjithë, domethënë se si qysh tek, se si është kënga fundit, disi fundit. Po ma thuaj pra dhe mua. Domethënë, fal, i para fundit. Tani po vjen një tjetër i fundit. I fuqishëm? Po, patjetër. Domethënë të rrin gati, të presin disin, të gjithë, bashkë me mua. Patjetër. Të para fundin pra na e thuaj. Disin e para fundit. Ultimo, titullohet Ultimo. Për kë është kjo? Nuk po hym thellë se ato që më njohin e di nuk du fare të japim, domethënë ose vëmendje ndoshta, po ti jap rëndësinë. Okej, nuk u jap rëndësi. Du të jap më rëndësinë jetën time. Gjithsesi ato e din edhe patjetër që e di. Dua të di kush është artisti që vlerëson më shumë, artisti shqiptar. Nuk do t'ja jap vlerat asnjë artisti tjetër përveç Noizit. Ai është makineri pune. Kjo është vërtet. Se besoj që e arrit njëri, nuk ka shans. Me që kalove të Noizi. Kalum pa dashje. Si ke hallet me Noizin? Keni ndonjë marrëdhënie? Se shumë janë të interesuar. Ne shumë miq të mirë. Jemi që 16 vjeç. Miq edhe shok. Kemi ato kicmicët tona. Si të gjithë. Gjithsesi i përshëndes gjithë çunat, edhe Noizin veçanti. Je mo dulla atërë? Po patjetër. Deri vdekja. Vjen mirë, nuk je tradhtar. Ideja është që unë jam një pjesë domethënë një pjesë e mirë e otërës, a kupton, nuk është një shaka, domethënë. Do të thoja më i miri? Jo, po flisha si dulla, si individ dhe me njerëzit që kam brapa është një pjesë që e plotson otërën. Do një bashkëpunim me grupin. S'jam më unë dulla otërë. Do një bashkëpunim me grupin, me ndonjë pjesëtar të grupit. Patjetër, kemi këngë, por do një të re. Tani në verë. Me kë? Po ta le surprizë, nuk po ta them këtë me kë, por do jetë surprizë, ma beso do jetë e fort. Po, patjetër. Dulla ke shumë tatuazhe. Dhe janë të bukur. Ka ndonjë domethënie? Patjetër. Po pse ma bone këtë pyetje mi këtje? Pse shkove ke tatuazhet më i mod? Po tani çfarë shoh? Çfarë domethënie shkan? Çfarë domethënie shkan? Atëre. Gjithë simbolet janë simbolet e Dodonës. Dhe janë të shpërndara në trupin tim. Ai simboli Dodonës tamam është komplet i bashkuar. Dhe unë me fantazinë time i kam shpërndar simbolet. A kupton? Këto simbole prezantojnë një njeri që shpërndan dritë dhe mirësi. Domethënë janë të veçanta në llojin e vet, domethënë asnjë në rrezullin toksor nuk i ka ose nuk e ka mund ta imagjinojnë atë që unë e kam imagjinuar dhe që e kam pastaj realizuar.
si piktura. The që përcjellin dritë dhe mirësi. Po, domethënë shpjegimi këtyre tatuazheve është ky. Një person që përndan dritë dhe mirësi. Sa dritë dhe mirësi. Unë kudo që shkoj jam dritë, kudo që shkoj jam buzëqeshje, kudo që shkoj jam vibe, kudo që shkoj jam energji. Je vibe? Po, energji. Dhe ka ardhur tek emisioni Vibe. Po, pra, po, shikon ça vibe i do përcjellim ne në publikun nuk ka ton. jetë, am kupton. Mund po 3-4 ditë këtu me ty dhe me stafin tat, nuk do mleni me hik nga këtu. Do mboni në krevat aty dhe do rri aty. Mbase. Ide e mirë është kjo, mund të vish. Tani, dua të kaloj tek ca gjëra pak më spicy. Folëm për jetën, për sakrificat, për rapin. Jep, shtje. Por, kurioziteti im, me femrat o vlla, qa bëhet? Si ke hallet me femrat? Kena ngel biqar me motër, kena ngel nder, Po, nuk na merr kush, nuk na merr njeri. Pse? Apo shfaqesh ai bad boy? Se unë mendoj se çunat, një çun si ti, me aq sa kam arrit të kuptoj, dashuron shumë. Edhe je shumë i dashur. Po jam shumë i dashur, normalisht, po ka pas eksperienca të shumta. Po presim të vi shpirti binjak. Çfarë të them oj Klian, nuk kam Shpirtin binjak duhet ta kërkosh, se nuk vjen kështu nga hiçi. Patjetër, po që i dia i sipër domethënë. Unë mendoj që është diçka që ti pret diçka, por ajo gjë që të vjen që është përgatitur nga Zoti për ty është aq shumë e madhe sa ti nuk mundesh fare ta imagjinosh. Edhe më pëlqen shumë kjo që the, edhe vlerësoj shumë që një artist flet në këtë lloj mënyre për ato që ka shkruar Zoti, për një besimtar, do të thotë që je besimtar i madh. Por jam besimtar. Por unë dua të të bëj pyetjen tjetër. Të gjithë janë besimtar, gjithë kanë nevojë të besojnë. Kjo është shumë e bukur, por dua të të bëj pyetjen tjetër. Si është gruaja jote e ëndrave? E bukur. Boj skip Klea kësaj, nuk mund ta. Jo, nuk mund ta. E di më Klea tani, nuk e dim çfarë ka përgatit Zoti. Ndoshta mund nuk ka lidhje me bukurinë, ndoshta mund vi një person që mund të më përshtatet. Ke parasysh me tipin, me njeriu që jam, me karakterin që jam. Si do nusën politikane, këngëtare, gjyqtare. Se është e thellë kjo. Se jam vetë peshorja prani. Super, e bukur kjo. Shpresojmë të të vi. Shumë goja. Shikojmë. Po ndashuri, ke rënë ndonjëherë? Po normal, unë mendoj që njeriu në jetë nuk kalon vetëm një dashuri. Sa kalon? Nuk e di me saksi që mund ta them, por që një gjë është e sigurt, që e dashuron një shpirt. Edhe mbasi mund ndahesh dhe ti do ta dashurosh gjithmonë atë shpirt. Unë mendoj që gjithmonë do ta dashurosh atë shpirt. Pavarësisht se ti mund të kalosh shumë eksperienca, por një shpirt është i vetëm që ti do ta dashurosh deri në momentet e fundit të jetës tënde, mendoj. Ky është mendimi im, pastaj nuk e di për. Kjo është shumë e bukur. Je zgënjur ndonjëherë? Patjetër. Nga kush? Patjetër. Nuk zgënjesh dhe nga koha, del nga shtëpia, shef diell dhe sa mund të ecësh 1 kilometër, bjen shija, kupton. Kështu që nuk mund të them sa qysh tek, si, pse, qysh, por është e jetës, nuk kemi çfarë të bëjmë, nuk e shmangim dot. Si ke përballuar zgënjimet, kanë bërë më të fortë? Po patjetër më të fortë. Patjetër më të fortë. Të lena të psen, pikpyetjen domethënë përse, sepse ti nuk e meriton domethënë që të zgënjesh, sepse një njeri që është i pastër, është pozitiv, përcjell energji të mirë, domethënë nuk është person që të ngacmon, person që të bllokon atë hapësirën tënde, të bëhet njësh me kpucën. Edhe vjen keq domethënë. Atëherë mund zgënjemi nga shumë gjëra, po e marr në një raport shoqëror, për shembull, a kupton? Nuk kam çfarë të them Klea, a kupton, më vjen keq, por ndoshta fajin gjithmonë unë e gjej ke vetja, them dulle po. Kishe ti faj. Kishe ti faj.
Edhe aty dërgjegjësoj, domethënë e heq atë energji negative se them kam unë fajin në vlla, unë isha më i mirë se ç'duhet, kështu që kjo është e bukur. Ndonjëherë nëse je më i mirë se ç'duhet, është problem. Unë mendoj që nuk është problem, sepse kjo është ajo rruga për të nxjerrë ty nga ajo gjëja, sepse ne nuk e dim asnjëherë pse ndodhin gjërat, sepse çdo gjë ndodh për një arsye. Ndodh për një arsye. E ketë sigurt, kështu që më mirë t'ja lëm domethënë rrjedhës të jetës, sepse është më mirë, mos u mundo liro drejt asaj rruge. E mirë e keqe nëse ti je në atë drejtim, mos bëj as majtës as djathtas. Ti mendon që ai është fati jot. Ti mendon dhe që të kohë që jemi shumë të egër. Po. Është më mirë të jesh i drejtë. Kur je i drejtë thonë je edhe budalla. Apo marrim kështu trash. Po. Por nuk do të thotë domethënë që ti duhet mos të jesh i drejtë, që të njerëzit të të vlerësojnë. Nuk e di, unë mendoj ti jesh i drejtë gjithmonë, s'ka problem, sido që të bie çekiçi në goshdën tënde, a kupto? Ti jesh i drejtë. Ti jesh i drejtë dhe i papërkulur. Sa do poshtë të gjysi çekiçi. Kalojmë pak tek komentet. Se vjen sqepar pastaj. Që është fut ajo gosha deri në fund dhe ka 2 cepa të vegjël ajo dhe tak e ngren pak kështu. Aq donë, sa të ngret pak këtu, a kupton? Edhe do dali gosha prapë drejt, a kupton? Nga goditjet e çekiçit. Po pra i drejti zhytet, po s'mbytet. Bravo. Kjo ishte. Fama, leku. Po. Qa do dulla, fama po lek? Dua miq. Dua shok. Dua shoqe. Dua një park. Dua një liçen. Dua një det. Dua një mal. Dua një zgar të vogël. Me miqtë e mi ku të pjek diçka. Nuk dua as famën, as lekët. Dua të jetoj jetën me thjeshtësinë dhe me atë energjinë që unë jetoj gjithmonë. Nuk leku dhe fama është shumë e keqe. Edhe leku po ashtu, shumë i keq, sa më shumë lek, aq më shumë probleme. Edhe me një që mbledh kanoçe aty ke rruga barikadave, kupton? Që mund t'i japi cigare, mund ta pyes si e vllau lodha, si po a kupton, që ndoshta ne jetojmë me shumë komunitete rreth nesh që kanë shumë nevoja, kanë nevojë për ndihmë, kanë nevojë t'i thush dhe mirëmëngjes. Kupton? Edhe domethënë gjithmonë në jetën time kam qenë shumë social, edhe plus që jam rrit në Tiranë, jam Tiranë s'dem babadem, e njoh Tiranën kështu me milimetra, çdo cep atë Tiranës, më njohin dhe i njoh. Edhe nuk e di, modestia dhe socialiteti im domethënë është më pëlqen shumë ke vetja, sepse më japin gjithmonë energji të mira, edhe në kur e pyes një njeri që s'ka, ose një njeri që vun, ose një njeri ose më ndihmoj plak me i çu diçka deri sipër ose ku diun. Unë kështu jam mësuar të jetoj në Tiranë, a kupton, dhe mua nuk më bën punë as leku, as fama. Famën e keti tani? Jo, fama me iden, kurse llogarit më përpara shumë viteve ne ka pas qenë një kështu një edicion që u bote me shkollat e mesme, u quhet Rinfest. Edhe kanë qenë telefonat çulal me kanë qenë ato Nokia, as kamerat nuk i kishin dalë, ma beso, për zotin e madh. Edhe i kisha çerçafat ke piramida lal me emrin Dulla, aty që 16 vjeç, a kupton, edhe nuk e kam pas domethënë atë vëmendje, fama vëmendje, përkthehet në vëmendje. Edhe më pëlqen duke kur njeriu mësohet të jetë në qendër të vëmendjes, ai do që ta mbaj gjithmonë qendrën e vëmendjes. Edhe kur dikush mund t'ia marrë qendrën e vëmendjes, ti si bën uqër. Po ti si e ke mbajt famën dhe ti je gjithmonë në qendër të vëmendjes, duke qenë kaq modest? Modestia ime dhe socialiteti im me njerëzit, në momentin që një person vjen dhe flet me mua, ai domethënë merr një energji shumë të mirë dhe nuk e ka menduar kurrë që Dulla do ishte kështu, ose Dulla do të jepte kaq muhabet, ose do të unite mirë, ose s'do ta bonte të ndinte keq. Një njeri përballë ose anash kudo që të jetë, a kupton? Por që modestia ime më ka ndihmuar që të mos të
mos më ngrihet hunda edhe mendja se jam shoku filanit, e kam net me fistekun e me filanin, e kam punu me gjithë estradën shqiptare, me gjithë estradën kosovare, me gjithë estradën italiane, evropiane, kam punu me gjithë artistat europian dhe disa londinez, do më thënë, producenta pa fund, edhe unë nuk kam shkel asnjëherë, i kam pas gëzem trut në re, po komën i kam pas në tokë. Edhe pra ne, nuk e di, ose unë nuk e kam ndier asnjëherë atë famën, ose ta thush ta ndjesh, a kupton, famën ose atë presionin e famës madhe, se gjithto njerëzit, artistat për shembull, për famën po e bëjnë, a kupton? Të gjithë për famën, më beso. Të gjithë. Ka që janë të talentuar pastaj, por që fama është shumë e keqe, nuk më pëlqen, me thënë të drejtën. Mua më vjen habi. Nuk e kam pas menduar, domethënë, por në disa raste po them që dulla ashtu po më njohin, me thënë të drejtën. Por të njohin dhe besoj të duan dhe për shpirtin e mirë që ti je. Patjetër. Por më vjen habi se disa artista kanë qenë mjaft të mirë, pse humbasin gjatë rrugës? Llogarit po si se ne folëm shpar edhe për zhgënjimin. Nëse një artist zhgënjehet, vritet shpirtërisht, edhe ai pasaj do kohë që të ringrihet edhe një herë. Po se një njeri mund të thyet dhe me një fjalë, vetëm me një fjalë mund ta thysh një njeri, mund ta lesh në meditime 3 muaj duke menduar pse ma jeti nga ato persona që thyesh me një fjalë. Unë jam, domethënë, nga ato thyem në vetvete, po ama reagimi mund të jetë shumë i keq nga ana ime, po unë thyem. Nëse bëhet fjalë për një fjalë, ma thon një fjalë kot, të më ofendosh kot, unë edhe në marrëdhënie me shokët e mi, me shoqe, me çka kam, a kupton, as nga goja ime nuk ka dalë asnjë fjalë e keqe. Edhe normalisht që thyem o kleja me ma thoni fjalë keq, ose me më ofendu nga hiç, ose me ma mungu respekti. Po diset të kanë thënë ndonjëherë? Te diset qëndrojmë. Atëre, Dulla ka bo dise, edhe është nona diseve, edhe e din ato të gjithë që po më shohin. Edhe e din e të gjithë. Edhe kujdesti, se ditë këshia po vim për ju. I paralemrova. Je thënë ndonjëherë nga diset. Edhe që disha me thonë, po, edhe ke pjesa diseve, Dulla gjithmonë ka qenë brenda përmbajtjes së diseve. Nuk ka te kaluar ndonjëherë, domethënë për shembull, ti hyj një artisti, një raperi dhe ti bëj një dis të drejt për drejt me emër, ose ke parasysh tu e fy duke ofenduar rënd. Nuk jam ke kjo pjesë e ofendimeve të rënd, por në mënyrën artistike, po në mënyrë vulgare dhe në mënyrë shumë keqe, domethënë me nxjerr fjalë të këqija nga goja, nuk mund ta bëj dot. Në mënyrë artistike, po. Në mënyrë artistike të godas me dis. Ke parasysh? Nuk përdor fjalë të dhunshme, banale, fjalë, a kupto. Unë edhe klipet e mia, po ti shohësh gjithë klipet e mia, a kupto. Nuk e di, nuk ka pjesë, domethënë, ku unë nxjerr armë përveç një klipi që një djalë, një artist i ri, domethënë, i dhash dorën si shok, si mik, si vlla, pa si lloj interesi, pasha zotin e mod. Ai kishte atë domethënë atë bagazhin e vet, e kishte gati, e mundsu me bën klipin, po flas për armë, për drogë, për budalliqe kështu, domethënë, nuk më ka pëlqyer kurrë me i ekspozu në ekran, ose me ja dhën këtë kulturë, domethënë një 16 vjeçari tani, jam kupto, ose një 14 vjeçari, tu pa tani me thika, me pistoleta, a kupton, me thas, me që se në thelb nuk tregojnë asgjë. Një xhiro me makinë bie 20 kg, po të bësh i qark. Nuk tregojnë asgjë. Por nuk më pëlqen kjo pjesë, domethënë boni dise, boni art, po brenda kornizave. Me që jemi te dise, do na e bësh i dis brenda kornizave. Për një X person që nuk do ta themi kush është ai, por mbase e kupton vetë ai. Tani live. Na shef ke laja, dorme manushaqa, e kam kor ke bacja, dredhur veç për ty, o sa u knaqa, jo s'ju arasa, ju a thash vërtetën, juve u ndërsy. Je i madh.
Më pëlqen. Faleminderit. Je talent. Që nuk do humbasosh kurrë vlerat e tua. Faleminderit Klea. Faleminderit për vlerësimin. Juve dhe gjithë studios dhe stafit, më fal. Përshëndes ty Klea, stafin dhe të gjithë. Stafin një herë se e kemi të mrekullueshëm. Stafin që punon për emisionin Drive. Na ngrohet se po kisha pak emocione me dhënë drejtën. As i lloj emocioni, ti je artist i vjetër. Tani, folëm pak më parë për estradën. Po. Do kalojmë në një rubrik spicy chick. Kemi gati? Po. Tani, unë do të jap ca emra personazhesh, edhe ti do t'i komentosh me një fjali. Me një fjalë. Me një fjalë? Fjalë. Po mos është shumë e vështirë me një fjalë? Okej, me një fjali. Po mirë me disa fjalë dhe një fjali. Noisy. Do mbahet mend gjatë. Histori e gjatë kjo. Stresi. I shuar. Me që jemi të noisy dhe stresit, çfarë mendimi ke për shoqërinë e noisy dhe stresit? Fuck noisy, fuck stresi. Janë fake? Jo, s'mu themi fake, sa ato janë me mish, me gjak, me sy, me... Është shoqëri fake? Okej, kalojmë tek Ledri Vula. Kam pas rastin ta njoh Ledrin. Shumë djalë i mirë, i kulturum, shumë artist i kompletum, punëtor. Okej. Kapital ti. Gjallëshi, bën muzikë akoma kë? Po? Se di. Nuk e një. Okej, na shkallojmë. Jo që se di, po kam ne ku ti ç'a të them. Djalë i mirë është. Bukurosh. Don Johnny. Trof karantina, o vlla. Buta. E përshëndesim. Unikatili. Atëre. Poet. Dhe nuk do vdesi kur. Tani kalojmë pak te femrat. Do më thonë do ndrojmë breza edhe muzika e Unikatilit do ngjohet. Do mbahet mend gjatë. Mend gjatë, shumë gjatë. Dafina Zeqiri. Dafina mirë, Dafina shumë e mirë, shumë si mund të themi për Dafin, si mund të them në një fjalë keqe për Dafinën më shumë. E njoh personalisht, kemi punuar me Dafinën edhe në studio. Është shumë e talentuar, Zoti i dhon dritë fëmijës atyre dhe bashkëshortit të saj. Artiste kompletuar që ti. Tajna. Shumë e fort është, shumë e fort. Dhe njoh edhe personalisht Tajna shumë e fort. Mund të them tani që mund të jetë në top list, mund të jetë e para për momentin. Kemi dhe Melindën. Tajna më pëlqen më shumë se Melinda, me thënë drejtën. Pse? Stili. Por edhe Melinda nuk është keq, shumë e mirë, shumë artiste e mirë është. Shumë artiste e mirë është. Edhe Melinda. Ka sjell një frymë të re në ato momente kur hyni. Sipas teje, kush është reperi më i mirë live? Kush bën rap më mirë live? Dulla! Nëse një sekond. Për mu live është MC Kresha dhe Liri Kanson. I përshëndes Kresh. Përshëndes bro. Por reperi me tekste më të forta. Gjo. Do të them prap Unikatilin. Ai do të thënë është tekst shkruesi, rapi dhe poezia i popit në Shqipëri dhe në Kosovë. Artisti më punëtor që punon pa mas.
Po s'ka për Noizi jo më punëtori, ta dish, nga gjithë. Harroj, zeroj gjithë, ajo më punëtori. Jo se kam në gjonë, se mund zgjidhja me folë edhe keq, apo të folë. Okej, artisti që meriton më shumë sukses. Vallai, unë meritoj më shumë sukses. E meriton. Unë meritoj më shumë. E meriton. Po ta kishim bë këtë intervistën sot, edhe për shembull të bëshim një intervistë tjetër nesër. Ndoshta mund ndryshosh, mbash top pyetjet, por në bëjmë një përmbajtje tjetër ose pyetje tjera, kuptoj, ma besoj që do mërzisja shumë ose do t'i mërzisja shumë, kështu që më mirë. Unë meritoj më shumë, unë. Pse meriton ti më shumë? Se jam më i miri. Je the best. Okej, tani dua... Si person. Si reper. Nga të gjitha anët tjetë. Tani do të doja të di, sipas teje, këngëtarja më seksi. Këngëtarja më seksi? Nësë shofim as televizor, kush mund tjetë këngëtare seksi, për shumë ndihmo pak. Po! Era i Strefi. Të pëlqen? Po. Mendoj që ajo është. Është e mirë. Po. Mendoj. Edhe në skenë performancat edhe klipet për ty. S'ka nevoj për shumë komente. Era i Strefi, Klea. Shumë seksi. Tani, postimi i fundit në TikTok, joti ka qenë nga protesta. Po, edhe jam mërzitur shumë që artistat më në zë nuk e kanë mbështetur. Nuk ka lidhje si me qenë me PS-n, si me qenë me PD-n. Domethënë ajo ishte një protestë e njerëzve të thjeshtë. Edhe jam shumë i mërzitur për protestën dhe për mikun tim atë gjuhë denigruese që ka bë mos na çani kë. Sepse ai të falenderoj Zotin për jetën e vet dhe mirësinë dhe talentin edhe të gjithë bekimet që i ka dhënë, por nuk mund të jetë që çdo njeri nuk mund të përfaqësoj ai çdo njeri, se ka njerëz në këtë Tiranë, në këtë Shqipëri që vujnë pa mas. Kanë probleme nga më të ndryshmet. Ndoshta dhe pjatën para e kanë bosh ndarkën në shtëpi, ose nuk kanë fare tajnë. Tregojnë to mu vuajtjet. Le mo tani mos flas edhe për artista tjerë, influencer që fshihen mbas interesave të tyre. Por gjithsesi do marrin përgjigjen e merituar një ditë. Të gjithë. Ose ato kanë frikë. Po mendoj këtë që kanë frikë, dalin. Ato nuk e dinë që kanë të drejtë demokratike për të protestuar. Domethënë, ato e kanë të drejtë për me bërë dhe një story. Mi shok, koca, çuna, treja, hajde mi bashkohemi sot gjithë protest. Nuk po themi ne të vrasim Edi Ramën, vrasim Sali Berishën, vrasim filonin, vrasim fistekun. O vlla, ne po themi duam një politik të re, duam të kemi një të ardhme sa më të mirë për brezat që do vinë. Stresi do të rritë në fund protestës bashkë me babin e vet, në fund, se 30 vjet drejtor babi Stresit. Qa don më babi Stresit? E kanë mbështetur protestën, Stresi bashkë me babin e vet. Po, kam qenë aty i pash dhe nuk më erdhi mirë që doni të merrni kryesinë e protestës. Vlla, je për demokraci, je për ndryshim, rri në fund vlla, se ty të takon të rish në fund të rjeshtit, se ka hëngër buk 35 vjet. Edhe duhem me miqëra muhabeti së mërzita tani. Ti kapim ti qeshim prej zhelesh, si thote Josefina Topalli. Kape qiteni prej zhelesh, thote Josefina Topalli. Edhe ato, qa janë dy klasat, aty duhen kap dhe qit prej zhelesh. Po pse janë në opozit, nuk do të thotë që e kanë të ndaluar të protestojnë. Nuk ka opozit. Pse janë opozitar? Unë gjo motor. Nëse për shembull nuk do dalë as si forcë politike e tjetër e re, unë do votoj Edi Ramën. Unë kam votu 15 vjet Sali Berishën,
këto vite kam votuar Edi Ramën, Lali Erin, Edi Ramën prap, a kupton, dhe unë nuk e votoj dot më Partinë Demokratike, se unë kam çështjet mia shumë personale, shumë madhore, që jam shumë i ndinjum, shumë i mërzit me Partinë Demokratike, a kupton, që nuk na dha asgjë, domethënë. Unë vi nga një familje me statusin e përndjekur politik. Kam 30 vjet, gjyqe, prona, letra, gjykata, miku jeta babës. Po ikën dhe jeta ime. Edhe unë tani të ri, unë tani prap mas Sali Berishës, mas këtij sistemi, një sistem bën sikur t'i jep ato që janë të tuat, qof një legalizim, qof një certifikat pronësie, vjen një shtet tjetër, pastaj ti ke të merr pronën tënde, duke di që e jotja dhe nuk t'jep një shpjegim që thot o zotri, po ne këtë pronë po ta marrim, ti je trashëgimtar i kësaj prone, ne po zhvillojmë këtë investim këtu, këtë ndërtesë, këtë institucion. Sa do vazhdosh të protestosh? Dhe çfarë kërkon? Dhe a mendon se kjo protestë do të arrijë qëllimin e saj? Unë me thonë drejtën, kam simpati për Edi Ramën, por do me thonë jo simpati që unë por them që si politikan, unë aji e kam pa ndryshimin e Tiranës, që nga Uralanës, e njërën tjetër në Tiranët, Lagje, do me thonë, kjo parti e rregulloi, domethënë, kjo protesta për çfarë po bëhet? Kurse e ka pas në dorë me rregullu dhe Sali Berisha dhe Lul Basha, nuk e kanë bë. Protesta për çfarë po bëhet? Protesta po bëhet që ne nesër që unë dhe ti nesër dhe fëmijët tanë ose prindrit tanë të marrin atë pensionin që baba ime, nëna jote, babi jot kanë punu nga 40 vjet dhe po marrin nga 180.000 lekë pension. Për këtë duhet protestojnë. Edhe ky është faji Edi Ramës. Patjetër, faji Edi Ramës, kujt është? I shtetit, i popullit. I popullit është gabimi, i shtetit është gabimi. Nuk është i popullit. I keq menaxhimi i situatës politike shumë i keq, shumë i sistem shumë i keq. Me thon drejtën, edhe ky që jemi tani. Edhe nëse do dali klasë politike e re, unë direkt s'bëhet fjalë, do ta mbështes. Një thirrje për të gjithë protestuesit, për të gjithë ato që nuk kanë dalë, për të gjithë ato artistët, me që kishe pak E drejta për të protestuar është liri. Është liri e drejta për të protestuar. Dilni, protestoni në paqe, duke mbushur sheshet. Nëse ne duam ta ndryshojmë këtë regjim, nëse ne duam ta ndryshojmë këtë politik, këtë klasë politike, këto dy klasa politike që na kanë marrë jetën, rinin, jetën e prindërve ton dhe rinin ton, na kanë mbajtur të mbyllur. Gjithë ky popull i bukur që jemi, gjithë të njerëz mirë që jemi. E vërtet. Duhet ndryshoj, nuk kam asnjë gjë personale, asnjë lloj gjëja për politikanës në gjërën tjetër, na kupton? Thjesht duhet ndryshoj o vlla. Ndryshimi është i mirë. Për çdo një fillim i ri është gjithmonë. Ishte shumë e bukur kjo mbyllje bisede me protesta dhe me një thirrje për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Është drejt protestosh. Është liri, e drejta për protestë është liri. Tani, për të gjithë ato që po na ndjekin, tani është momenti që dullat na dhuroj pak freestyle. Lutem shumë, unë në fundi i filmit, dublimi pastër dhe jo emitimi. S'ke qa thu, unë jam baba i dimrit, Charlie kam shokun ti dukesh Chaplini. Halba, fucking komunist, pera unë e jom heverist. Kur të pëqohet unë ju boj juve dis, valaj nuk ja vlen se ju kurdis. Je i madh, edhe i tjetër e duam tani. Edhe i tjetër, të lutem dhe i tjetër të fundit. Do t'jeqim to të lutem dhe të fundit, unë mendoj që është kaq. Më na e bëj tani tani. Çfarë të bëjmë? Do të rap tjetër, të këndoj prap. Edhe një tjetër, po të lutem. Se për këto tani një reper i vjetër ti, nifesh si reper, të duan të gjithë dhe duan edhe një tjetër. Ditë për ditë edhe pik, e njëjta rutinë unë ndez edhe fik. Pak qetësin tru, mendja qetë dhe fizik, armatim ideal për të luftu unë pa frik. Kujdes ktheje kokën kur t'jetë errësirë, qelli, nxije dikush godet pa mëshirë. Një ëngjëll vdekjes ty të merr pa u gdhir, ty të merr pa u gdhir, pa u thënë lam tu mirë.
Çdo gjë që ke brenda teje dhe familje, çdo gjë merr fund ti u thon larg me milje. Drama përfundon me dhimbje, momentet e bukura shuhen nga idhrimet. Idhërime kujtime nuk ka më kush dëshirë i shtrir, ti përdhe si insekt në lagështir. Kërkon pak dim Zot, falja ti për hir, falja ti qëllimit që kur nuk u arri. Të falenderoj shumë pa mas, ishte kënaqësi tepër e madhe të kem sot në studio dhe të uroj shumë sukses dhe Shumë faleminderit Klea për ftesën. Falenderoj ty dhe gjithë stafin, çunat, gjithë këtu që janë që punojnë. Studio shumë e bukur. Kjo ishte intervista ime e parë, ndoshta mund të jetë dhe e fundit. Ndoshta s'mund të ketë më asnjë lloj interviste më. Edhe unë mendova, domethënë shumë këtë gjë dhe mas shumë mundime, siç edhe të tjerë. Jam kënaqur shumë, ndoshta besoj që kam folur mirë deri diku dhe nuk kam cënu njëri, nuk kam vrarë njëri deri tani me fjalë ose ishe perfekt. A kupton? Ose në mënyrë ofensive, po ju falenderoj. Të falenderoj unë ty. Ka njerëz që bëjnë lajm për diçka të veçantë apo një ngjarje specifike në jetën e tyre. Ylli Gramatiku përbën lajm për mënyrën se si jeton. Në moshën afro 70 vjeçari u rikthye në auditore për të studiuar për nutricion. 46 vite pasi kishte mbaruar universitetin. Ai thotë se prej vitesh nuk pinui, ushqet kryesisht me fruta dhe perime. Praktikon agjërimin periodik dhe beson se njeriu mund të jetojë më gjatë se sa mendojnë. Disa e quajnë ekstrem, por një gjë është e sigurt se Ylli Gramatiku tërheq gjithmonë vëmendjen. Ju njiheni si nutricionist, por jeni futur kësaj rruge në një moshë kur shumica mendojnë të heqin dorë nga angazhimet dhe të shijojnë qetësinë. Çfarë të shtyu të nisi studimet master për nutricion? Por me qenë se unë para 10 vjetësh le të themi pata probleme me shëndetje. Probleme jo, por të lehta. Ju ktheva rrugës nutricionit, duke mësuar, duke studiuar, duke ndjekur nutricionistë ndryshëm. Dhe dora dorës edhe më ndihmon dhe puna që kam me fushën e ushqimit, me restorantin, me fermën, që të angazhohem më tepër në këtë drejtim për përmirësuar shëndetin. Dhe gradualisht pastaj lindi nevoja që duhet të plotësohet me bazë teorike, përveç bazës njohurive praktike ose njohurive empirike, dhe duhet edhe një njohuri teorike dhe mendova që të kërkoj për të realizuar një master, i cili rastësisht erdhi me sukses të plot në fjalë, moshë pavarësisht e mosha ishte e madhe, jo fort optimale për studiuar, por që unë se pata problemat e punë, sepse nuk është se ndjej ndryshime nga mosha e re në moshë tanishme. Përtoj se jam njësoj me shumë vite përpara. Në fakt doja të di si keni pas marrëdhëniet me studentët e klasës, të kanë parë si fenomen apo si shok klasa? S'ka pas një marrëdhënie shumë të afërt, në fakt. Me disa persona mund të pas, po përgjithësi rria inert me ata, nuk është se kisha shumë të ndiqja në ato problemet e tyre ose në ato ndjekjen e moshës tyre në për kafe, në për to element, s'kam pas kontakte fare, rria në bankën time, në bankën e parë, në përgjithësi ndiqja mësimin me ndërgjegje plot, jo me elementet që kanë çdo student, se unë kam qenë student për vete, më është edhe në atë ishim shumë të fokusuar mbas mësimit, por të radhë isha më ndërgjegjshëm patjetër dhe ishte dëshira e madhe që u futa në atë kurs, në atë master. Dhe s'kam pas kontakte, vetëm marrëdhënie të mira, normale. Unë faktikisht punoj me njerëz të rinj vazhdimisht dhe s'kam problem që me fjalë me njerëz të rinj të mos komunikoj, komunikoj fare normale dhe s'kam asnjë problem me fjalë. Me pedagogët gjithmonë kam pas marrëdhënie të mira. Kam qenë gjithmonë pjesëmarrës në diskutime të vazhdueshme, ku laudoja edhe ato njohuritë e mia, po dhe debatonim edhe diskutonim. Ka nuk kam ndjerë në një problem. Problemi vetëm që ishte shkëputja ose ndërthurja e masterit me punët e mia, që se unë punoj nga mëngjesit e ndarë, edhe duhet ta ndërthurja me problemet e punës, plus duhet studioj edhe masite. Ishte një problem tjetër, se s'mund kaloj në shkollë vetëm me duke mësuar atë çfarë dëgjon atje. Kështu që pata probleme derisa u integrova me mënyrën e jetesës, edhe shkoja me qejf në fakt. Ju shpesh thoni se mosha është thjesht një numër, por çfarë e plak një njeri në të vërtetë?
Vetë mendja e tij, mendimet e tij e plagin. Unë them vazhdimisht që njeriu e fokuson ose e ndërton vetë jetëgjatësinë e tij në bazë të mendimeve që ka. Dikush që mendon që meqenëse më erdhi mosha e pensionit dhe unë do të rri i qetë të çlodhem ose të bëj ato punë të shtëpisë ose ndjeka ose hobet e veta jashtë punës, ai në moment e ka programuar vetë largimin nga jeta. Kurse një person që nuk e ka ndërprer asnjëherë aktivitetin e tij, por ndërkohë dhe e ka mbështetur me dietë ose me mënyrën e jetesës, se s'mundet të ashet, pish dhe të bësh një jetë atë që e quajmë ne jetë të qetë, me fjalë, edhe ndërkohë të presësh jetë gjatësi. Duhen të jenë të gjitha të ndërthurur ato. Me fjalë, po e patë në fokus tendencën që ti të jesh aktiv në punë dhe të jesh në pavarësi shëndetit, pavarësi ushqyerje, atëherë mendoj që jeta është thjesht një numër që njeriu e përcakton vetë aq sa do ta zgjasë vetë. A jeni paragjykuar ndonjëherë për këtë zgjedhje që keni bërë? Paragjykim kam kundërshtime plot në fakt, edhe kur bëj muhabete, njerëzit tani janë mësuar me stilin tim të ushqyerjes dhe të jetesës. Unë për shembull agjeroj shumë, mund të jem në agjeruesit e vetëm në Shqipëri, po ndoshta edhe më gjerë, që bëj një agjerim shumë të gjatë me fjalë, me agjerim të thatë, pa ushqime dhe pa ujë. Edhe them që jam profesionist tani në këtë fushë me fjalë. Dhe tu ka paragjykime plot, se mund të rri njeriu pa ujë. Unë kam 7-8 vjet që s'pi ujë fare për shkak. Edhe pra paragjykojmë që si rri njeriu pa ujë, ose si mund të rish pa ujë dhe pa ushqim disa ditë rresh njeriu me fjalë. Nga 1 dhjetori 2025 deri në 31 maj të vitit, unë agjerova 3 ditë ushqim, 3 ditë pushim me fjalë, pa ujë, pa gjë. 3 ditë pa ngrënë fare. Pa ngrënë dhe pa pirë asgjë, dhe 3 ditë ushqyesha pastaj. Fjalë dritare 6-6 me 6-6 quhet në fushën e agjerimit, që 6-6 orë pas një lloj ushqyerje, vetëm me ajër, dhe 6-6 orë tjera ke mundësi të ushqyesh, po jo se 6-6 orë jesh, por ke mundësi të ushqyesh në ato orë. Dhe të bëja në mënyrë ciklike të pandërprer me fjalë. Me fjalë mua në 180 ditë që ka 6 muajsh, 90 ditë mbetën pa ushqim dhe 90 ditë tjera me ushqyerje normale, pa ujë gjithmonë, po me elementet që konsumoj unë, frutarian përgjithësi, ose vegani thjesht, edhe kaluja normale. Për shembull sot konkretisht jam në agjerim, që dije deri nesër në orën 4 mazite, 42 orë agjerim, se tani në periudhën e vapës është më i vështirë agjerimi i thatë, sepse ka një humbje lëngjesh më të madhe se sa ndimër. Ndimër është më thjesht, pastaj do rikthehem përsëri në 10 orë përsëri në këtë stil të ushqyerjes ose dietesës. Dhe tu kuptohet që ka paragjykime, ose ka mosbesim, ose ka çudi, por ka mosbesim nga çfarë? Po si ka mundësi kjo lloj mënyrë, nuk ka mundësi linjen, po di unë histori pafund, po unë. Nga kush paragjykohesh më shumë, nga të rinjt apo bashkëmoshatarët tuaj? Bashkëmoshatarë, por si po dhe të rinjtas nuk hyjnë fare se e punë, sepse ata janë shumë mirë me shëndet edhe nuk e po ata që kanë nevojë për shëndet, se më bëjt konsulta shëndeti, ata në përgjithësi kanë, por ka dhe njerëz ata që aplikojnë, që kanë tendencë të futen në ato ose në mendimet e mia ose në rrugën time për të mbajtur një jetesë. Po faktikisht unë kam shumë vjet që s'përdor asnjë lloj ilaçi, nuk njoh farmacit, nuk njoh smundje, nuk njoh dhimbje kokë, nuk njoh asnjë lloj problemi shëndetësor me fjalë. Edhe punoj gjithë ditën pa asnjë lloj problemi, pa lodhje, pa. Tani të është mësuar trupi, besoj. Jo, është ndërtuar trupi ashtu, se trupi nuk mësohet po se ushqeve me mënyrën e duhur të jetesës. Për shembull, sta mas lloj vap, tani është vap e madhe jashtë, sta mas vapas derisa asgjë fare, që tregon që trupi është adaptuar në këtë mënyrë jetese, ose më saktë është zgjedhja e duhur që duhet të jetë njeriu. Po ti thosh dikujt që vjen trufullon, futet në lokale se kam shumë vap, diçka nga vapa. Ai kuptohet duke thënë çudi, kur thotë se stan vap me vjen. Në këtë mënyrë këto janë paraqytimet që kanë njerëzit. Fjalë njerëzit më saktë nuk duan të ndrojnë mënyrën e jetesës, pa pasur një shkak të fortë, siç e ndrova unë, shkak të fortë. Vetë njeriu nuk të heq dorë nga zakonet e tija. Por unë nuk pi as kafe, nuk pi as alkool, nuk pi as ujë, nuk pi as lloj çaji, nuk pi as lloj elementi tjetër. Dhe ndihem shumë mirë, sidomos në agjerim ndihem më mirë se sa në kohë ushqyerje. Në fakt unë jam shumë kurioze pse nuk konsumon ujë, çfarë sjell ujë nëse konsumon. Se nuk pihet, thjesht fare. Jo se detyroj vetëm mos pi ujë. Nuk të pihet. Jo. Nuk kam asnjë rretje.
Sepse po ta kuptoj njeriu, se njerëzit nuk e kuptojnë, e pinë ujin si diçka normale, po uji është tretës i mirë. Dhe uji që është bën atë që quhet hidrolizë, nëse do shihesh me produkte që kanë albumin, amidon ose produkte shtazore, ose produkte që s'kan shumë ujëra, trupi për të zbërthyer tonë në stomak duhet detyrimisht të pi ujë. Dhe uji është proces tretje, nuk është proces që e pi kot njeriu, e kupton? Kurse hidratimin unë pastaj e marr nga frutat në përgjithësi. Ti konsumon? Po patjetër konsumoj shumë fruta. Dhe hidratimi tim është i plot. Unë në ditët e agjerimit kam urinim shumë të plot, nuk është se kam tharje ose element që në të kuptimi fjalë uji nuk është se është zgjedhja ime që unë e heq sepse dua ta heq, por nuk më pihet vetë. Kështu që në këtë kuptim është ajo. Jeni shprehur se do rinisi një shkollë tjetër. Si janë planet në vijim? Po, tani duhet të hap një qendër nutricioni, jam duke punuar për atë punë. Dhe pastaj me kohën duhet ta thelloj studimet, sidomos në fushën e agjerimit kam dëshirë që të studioj më shumë me fjalë. Për të ardhur ndim dhe vetes njerëzve që njohun ose atyre që ndjek, po ndërkohë edhe thjesht një studim me fjalë që është një fushë që njerëzit nuk para e njohin, se si funksionon biologjia e trupit në kohë agjerimi. Dhe unë të dua ta thelloj më tutje. A ju shqetëson fakti se shumë specialistë nuk bien dakord me ty, duke qenë se nuk konsumon as ujë dhe si reagojnë mjekët? Mjekët janë skeptik, në përgjithësi mjekët nuk futen fare dhe fushë ushqimit. Debatet mëdha janë me nutricionistët se sa me mjekët vetë. Se mjekët e kanë ndarë mendjen që merren vetëm me pjesën e luftimit të simptomave të një problemi shëndetësor dhe nuk futen më shumë të ushqimi. Kurse nutricionistët e tjerë kanë rryma të ndryshme, ka rryma që janë karnivore, që ushqejnë me produkte shtazore, me mish, me to të gjitha, ka rryma frutariane, siç kam unë me disa ndjekës të tjerë, ose njerëz që unë kam komunikim, por ka dhe rryma vegane, ka dhe rryma pastaj omnivore që janë gjithçka ngrënëse, që llogarisin që gjithçka do konsumojë trupi, se trupi ka nevojë për shumë element nga ushqyerja dhe duhet i marrësh të gjitha. Me fjalë kjo është ajo që nuk kam konflikte, s'para bëj konflikte. Një që agjeron gjatë edhe që është frutarian nuk ka tendencë të bëj konflikt sepse është i qetë nga natyra. Nuk ka atë. Kurse një karnivor, mendoj unë, ose një omnivor, gjithmonë ka tendencë, ka një impuls për debat me fjalë që quhet. Në këtë kuptim nuk para bëj debat. As nuk mundohem të mbush mendjen e njeriut, se si ndodh kjo punë, por gjithmonë provash ajo që vërteton gjithçka me veten. Ato që thuan në teori ti zbatosh në praktikë, në këtë kuptim. Kur nuk agjeroni, si ushqeheni, si është dita juaj? Atëherë dita ime është në mëngjes jam gjithmonë në pushim, në agjerim plot. Pavarësisht se si mund të jenë agjerimi, mëngjesin tim është gjithmonë bosh. Dhe në këtë periudhë çel në ora 2-3 me fruta gjithmonë, në sasi të madhe frutash. Kur them sasi të madhe, pjepër, shalqin, fiq tani, manat, që po mbarojnë dhe qershi, pra pa e sap, me fjalë, disa kile në ditë, nuk është se e mas shumë, po konsumoj me fjalë, goxha bollshëm, kryesisht i bëjt e smooth, pjeprin e to tjerë, shalqinin e konsumoj normale, qershit normale, jam i dhënë mas atyre, edhe ndihem shumë mirë me atë lloj ushqyerje. I kam ndërprerë gjithë ushqimet e tjera, to ushqimet, to themi supat makrobiotike që ndërtojmë ne vetë, supat thjeshta fare, supat me thjerza, që i kam eksperimentuar për periudhën e dimrit, kurse tani në verë kam të ndarë mendjen që vetëm me fruta të ri. Në dimër pastaj konsumoj smooth e mollësh, dardhash, pak portokall, me fjalë elementet që janë të dimrit. Edhe rush, këtë vit për fat ka patur vazhdimisht rush gjatë gjithë vitit. Edhe rush kam konsumuar gjatë gjithë sezonit tjetër. A e keni tracuar ndonjëherë regjimin tuaj? Jo, s'më shkon mendja. Prej sa kohësh e mban këtë regjim? Por ka ardhur gradualisht ka ardhur gjithë në këtë fazën e sotme, me fjalë nuk mundet që këtë regjim ta kem mbajtur para 7 vjetësh, siç edhe një uritë e duhura, po frutarian kam disa vjet, 4 vjet po një herë. Frutarian i plot, po meqenëse se unë punoj edhe me kuzhinë, me restorantin, edhe provoj diçka për shembull, një po themi një element për gatuaj ose më shumë për të parë shihet, për të parë gjitha dhe
ka raste që mund të marrë ushqime vegane, kurse fruta ato ushqimet shtatëzore, ato si prek me dorë fare, sepse nuk ja dot, ato janë lidhura me mikrobiomën time të ndërtuar ose mikrobiomën e njeriut, edhe unë nuk kam nevojë që të ushqej me mish, as me shkon mendje, as me peshk, as me mish, as me elemente të tjerë. Vezët janë në mënyrë absolute, bulmet në mënyrë absolute, që nuk i përdor, kështu që s'kam për të tratuar gjithë, s'kam atë nepsin e famshëm që duhet ta diçka sepse më shkon mendja. Vetë kam larguar ato. Keni deklaruar se do të jetoni deri 150 vjeç. E besoni vërtet këtë apo është thjesht diçka për të ngjallur debat? Atëherë unë punoj shumë me autosuggestion, një tani mbush mendjen vetes time për diçka që dua ta realizoj. Edhe për shëndetin kështu kam punuar me ato disa vjetrish në autosuggestion dhe nuk është se është thjesht që mbush mendjen vetes time, po është synim me fjalë. Dhe kur mban njeriu synimet, orienton dhe gjithë atë mënyrën e tij të jetesës për të realizuar atë që do me fjalë. Në çdo njeri që ka një qëllim të realizoj diçka, gjithmonë ai do të punojë për atë drejtim. Nuk mund të thuash dorën 150 dhe ndërkohë të ulesh pish raki me fjalë. Ose të bësh jetë jo të rregullt nga ana e shëndetit. Në këtë kuptim me fjalë që është mbar krahas njohurive që unë i përmirësoj vazhdimisht, duke përmirësuar njohuritë, të laudoj dhe ose orientoj dhe sjelljen time tash i ushqyerjes, tash i mënyrës së jetesës. Në këtë kuptim kjo është ajo që ndiqet. Por gjithmonë kam parasysh që dua të jetoj gjithmonë jetë aktive, nuk juaj jetë atë të rishtrir në krevat ose jetë sedentare ose jetë jo aktive. Në atë pastaj mos e quaj si jetë fare, do e quaj një vegjetim të njeriu që është pa pikën e vlerës në vetë. Moment që bëhesh i mërzitshëm për njerëzit tu, njerëzit e familjes ose njerëzit që të rrethojnë, më duket pa kuptim pastaj jeta. Të shtysh ditët. Vetë lutroshin 100 vjet është njësoj ajo dita pa një variacion, pa një mënyrë aktive. Thej që bën një jetë aktive. Si është dita jote? Sa orë në ditë flen? Unë 6 orë në ditë flen, 6 orë e gjysmë, 5 orë e gjysmë, varet në ashtu, shohem rreth orës 7 në fjalë, plus minus, 7 pa çerek, 7 çerek. Tani që jam pa shkollën, fle rreth orës 12 çerek. Dhe mbasi mbaroj to punët e mia të mëngjesit, gjithmonë pa ushqim. Lexoj diçka, mund të lexoj një gjë të vogël edhe pastaj nisem për punën time. Ndjer ato në Facebook ose në Instagram ose në ato rrjete sociale. Facebook për shembull, ato që kanë shkrimet ose komente të ndryshme që ndjet njerëzit dhe pastaj vazhdoj punën e mia të restorantit. Dhe kryesisht mazite pastaj mundohem të lexoj. Lexoj shumë fakt, po me fjalë lexoj ato pjesët e nutricionit. Pastaj gatuaj në kuzhinë, bëj pazarin, gjithmonë bëj pazarin vetë çdo ditë me biçikletë, në fjalë jam aktiv shumë në lëvizje. Dhe ndjej problemet e hotelit, problemet që kam unë në lokal në fjalë të ndryshme, po dhe problemet familjare, problemet që mund të jenë në problemet për investime, për punët e mia. Politikën e ndjej prapë. Cila është kritika më e fortë që merr nga kolegët tuaj? Ja, s'marr kritika. Marr për të mënyrë sjellje ata janë mësuar me ata njerëz që punojnë dhe nuk shfaqin në im. Thonë një fortje si e menaxherimin dhe kaq, po nuk është se ata e provojnë dhe vetë birës ushqyerjen time, më ndjekin frutat më shumë ose ka një influencë të ndryshme, për që ata dora dorës e përqafojnë dhe vetë atë mënyrë sjellje të ushqyerjes. Dhe kanë rezultat, kush ka probleme gjithmonë gjen një zgjidhje të problemit vet. A mendoni se industria ushqimore përfiton nga sëmundjet e njerëzve? Industria ushqimore sërse përfiton ose më saktë ajo është shkaku që smuren njerëzit. Industria farmaceutike përfiton nga ushqimet e njerëzve ose nga sëmundjet e njerëzve. Por është një cikël them unë që shkon në 3 faza. Faza e parë është grumbullimi në qendra urbane të fuqishme të njerëzve, që është faza e parë. Pastaj kjo fazë mbështetet në fazën e industrisë ushqimore që ushqen njerëzit edhe jetën e tyre, për lokalet, pubet ose elemente të tjera, alkoolet, gjithë. Dhe pastaj vjen faza e tretë, i them unë ai që pret në fund fare është mjeku dhe mbas mjekut vjen pastaj farmaceutika që përfitojnë për sëmundjet e njerëzve. Me fjalë pa grumbullim njerëzit duke jetuar në fshatra, duke jetuar në për zona rurale, zona që ata janë aktiv vetë, ata kanë pak shanse që të jenë pjesë e këtij rrethi.
Kurse në zona urbane të fuqishme, pastaj detyrimisht njerëzit bëjnë jetën, reklamat janë të ndryshme, televizionet influencojnë vetë, rrjetet sociale vetë, në fjalë mënyra e jetesës tyre të shpihet që të ushqesh në mënyrë të gabuar dhe të përfundosh në të mirësia të farmaceutika pastaj. Në këtë kuptim kjo është ajo cikli që funksionon në fjalë. Tani kush del nga ky cikël kuptohet, ka avantazhet e veta, kush e kupton këtë. Por të përgjithësi e kuptojnë vonë shumë njerëzit. Jo që në fillim, s'ka një edukat për të punë e fjalë. A ka ndonjë gjë për të cilën pendoheni gjatë rrugtimit tuaj? Asnjë gjë s'pendohem, vetëm kontrolloj, kolaudoj, korrigjoj dhe iki përpara. Nuk shoh asnjë gjë që pse e bëra këtë. Çdo gjë ka kohën e vet ose mënyrën e vet. Jeta kështu është ndërtuar. Dhe thonë amerikanët qumshi derdhur nuk mlidhet më me fjalë. Sa ikën, nuk mund të qash atë që ikën mbrapa. Merr vë mend ajo që ka ndodhur dhe vazhdo tutje pastaj. Cila është gjëja e fundit që ke korrigjuar? Është proces i vazhdueshëm, nuk është se kam një gjë kështu fatale që jam korrigjuar, kolaudoj vazhdimisht gjithçka ndryshoj dhe kaq, por nuk është se kam një korrigjim. Kam hequr gjitha produktet shazore që është gjëja kryesore. Kam hequr bulmetin në radhë parë njëherë që është kryesore. Kam hequr dritrat që janë prapë kryesore. Kam hequr mishin patjetër dhe peshkun. Në këtë kuptim që është ndryshimi drastik dhe kam mësuar agjerimin pastaj. Ose kam mësuar atë gjë që njeriu s'do të ushqehet 3-4 herë në ditë. Mund të rritë pa ushqim fare. Me fjalë është të paktën heqja mëngjesit ishte gjë shumë e madhe sepse stresi që në mëngjes fillon se çfarë do, si do, kur do gjesh kohën që ta hash. Për shembull, nëse udhton jashtë shtetit ose brenda vendit, unë përgjithësisht kur udhtoj nuk konsumoj asnjë gjë, edhe jam shumë i qetë. Nuk kam iden ku do ndaloj, ku do pi kafën, ku do pi ujë, ku do ndaloj për këtë, për atë. Dhe kjo është një pavarësi shumë e madhe që njeriu krijon me mënyrën e tij të jetesës. Kurse përpara pastaj që ishte gjithmonë do marrësh bukë me vete, do marrësh një ushqim me vete, do ushqem këtu, do ushqem atje, gjithmonë janë probleme. Ose nëse unë sa asnjë lloj gjëje në ditë jam shumë i qetë përsëri me fjalë. Nëse unë se kam probleme atë konet në ndrenit ose çfarë do ha, krijon një pavarësi totale me fjalë që ai që agjeron e provonte. Pa ai që agjeruesi jo me sikletë, se ka dhe agjerues që vuajnë shumë me fjalë që si shambull unë fillimisht. Kur ja agjerus normal, që ti se që asnjë problem atë mungesën e ushqimit, atëre je shumë i qetë karshik kësaj fushë me fjalë. Një vetëm më s'fut kokën në kuzhinë ose s'fut kokën në restorant ose nuk ke tendencën se çfarë do unë sot apo nesër. Një vetëm me kalon ditën pas një problem, që është gjë shumë e çuditshme në fakt dhe shumë fantastike, që ti mos jesh varësi nga ushqyerja. Po familjarët e tu janë mësuar me regjimin tënd, me këtë agjërimin që... Nuk ushqehem në shtëpi, ushqehem nga që unë punoj shumë në lokal, që mëngjes deri në darkë. Ata e dinë, në fjalë nuk është se mundohen të aplikojnë, por nuk pas sukses, në fjalë. Janë dhe ata vegetarian, nuk është se konsumojnë as mish, as bulmet, as vezë, as fare, por nuk janë në stadin tim, në fjalë. Nuk... Akoma si të ardhë halli se mund që të vjen në stad. Du të vje halli që të futesh në stadet dhe... Ose do t'jesh një ori pasaj të duhura që të kuptosh për të punë. Në fjalë, gjithmonë njeriu ka një moment që duhet ndryshoj atë që ndodh me fjalë ose atë që mënyrën e jetesës, siç është sot politika që është një moment që duhet ndryshuar dhe duhet ndryshuar. Duhet aty zgjuarësia pasaj njeriu që në momentin e caktuar të bëjë ndryshime të duhura. Jo të kalohet të jetë stepi ose hezitime. Në këtë kuptim kështu them unë që duhet në çdo moment të jetës të bësh atë që duhet bësh. Ti the më parë që këtë vendim e kam marrë pasi kalova një smundja. Çfarë smundje ishte ajo? Atëherë unë ieri kam qenë shumë i hollë, si sot me fjalë. S'kam pasur si problem, në kohën që u martova, që u futa në bratat e shtëpisë me fjalë, në atë kohë fillova të shëndeten, të shëndoshem. Pa e kuptuar fare, shëndetin e kam pas mirë gjithmonë. Filluan problemet me veshkat, kryesisht me ngurtë e veshkave. Kto vazhduan rreth 20 e ca vjet, ose 30 vjet po themi, po me kriza të fuqishme, saqë vitet e fundit u bën shumë të rënda. Pastaj u shoqërua me hipertension, probleme me tension, gjithmonë nga mbi pesha. Dhe fillova ilaçet pastaj për tensioni, hipertensionin. Të se duroja do të pasaj që ti isha konsumator i ilaçesh, të mbaja mëntorët ose llojt e kur mbaroj ilaçi.
Dhe fillova pastaj bëra ktesën e dur në momentin që e pash që nuk shtyje më kjo punë shumë me vete. Fillova me rënien pesh, fillova të aplikoj rënien pesh dhe për njerëz të tjerë që kisha klient lokal ose kisha miq. Me shumë sukses rezultonte rënja në pesh me fjalë me njerëzit, duke ngrënë gjithmonë, jo duke mos ngrënë. Dhe dorës pastaj to ishin probleme të fuqishme, hipertensioni dhe veshlat janë shumë të rënda me fjalë për organ. Njerë kalova tension 22 në qershorin e vitit 2015. Mbas një 5 vjeçari që punova shumë me fermën time që kam petrel me blektorin ose me to produkte shtazore, përfundova edhe mbi pesh, po dhe tension, hipertension, 22 tensioni më prag të një hemoragjie cerebrale me fjalë. Kështu që në atë kohë pash maksimumin tim tash ku po shkoj me fjalë në këtë punë. Edhe mora ktesën pastaj. Dorës gjithmonë jo për njerëz, se s'mi mësoj njëri këto gjëra, tu s'ka pas një uri në ato vitet në 2015, nuk ka pas një uri, po tu se fare, po dhe në botë, vonë ka filluar kjo faza e ndryshimit të kursit të ushqyerjes, ka pas një tendencë për rinë peshë ose për korrigjimet vogla, por agjerime për shumë nuk është njohur fare. Me vel, edhe para 100 vjetës ka qenë në modë, me vel para 200 vjetësh, po më vonë pastaj humbi kjo. Edhe bish një agjerimin që bëjnë ta feja islame, s'mund ta fus në to linjat e agjerimit, është agjerim thjesht fare, ose thjesht për të edukuar veten në mënyrën e jetesës, ose në qëndrueshmërinë, ose në besimet e tyre, po jo agjerim i plot i quhet agjerimi shëndetësor me fjalë. Se unë bëj agjerim shëndetësor në kuptimin që mbi 18 orë fillon proceset e ketoneve, prodhimi ketoneve, proceset tjera, s'mo i vim tani se pune. Po unë në agjerimin 70 orë, 80 orë, 90 orë, kaloj në autofagji ose në pasrim të plot të organizmit, fillojnë qerizat e reja staminale i prodhimit tyre, që më bën që të mbaj veten mirë me fjalë. Ti thej që është agjerim shëndetësor. Sa kohë të është dashur të lexosh për agjerimin shëndetësor dhe të vazhdosh ta. Nuk kam lexuar shumë me fjalë. Kam lexuar më shumë bëra edhe temë në diplomës për agjerimin e bëra në fakt. Por kur fillova agjerimin, dija që agjerimi ishte shumë i mirë, dhe fillova me vuajtje çdo premte bëja agjerim, 24 orësh, me shumë siklet në fakt. Kisha dhimbje koke, kisha pare ati uri, kisha ndesha mirë, por çdo javë bëja atë në mënyrë të plot, nga një mëngjes në tjetrin, agjeroja. Dhe pastaj kalova në 2 ditë, në 3 ditë, por kur me shtesën e njohurive dhe me kalim në dietën frutariane, e kisha shumë të thjeshtë. Një njeri që është frutariane ka shumë të thjeshtë, mos ushqehet fare, sepse është i hidratuar, vetë ai ka energji të mjaftueshme për ta mbajtur veten. Kurse çelësi agjerimin pastaj është një gjë që njerëzit e njohin pak, specialistët e njohin pak, por nuk e zbatojnë. Është fleksibiliteti metabolik që quhet, kalimi nga energjia me glukozën, me sheqerin, kalim në energji me yndyrnat, me acide yndyrore që ato zbërthehen në ketone, në mëlçi dhe më mbajnë organizmin në eficiencë metabolike dhe energjetike dhe punon shumë mirë trupi. Dhe ky fleksibilitet metabolik është ai që çelësi që njerëzit nuk mbajnë dot agjerimin. Trupi është sikur të kesh 2 linja elektrike në shtëpi, kur ikën një linjë fillon linja 2. Po ndërkohë linja e parë është glukoza, linja e dytë është yndyrnat. Në këtë moment trupi tim është adoptuar tani që kalojnë nga një linjë tjetrën. Stam ushqim, stam glukozë, po themi, kalojnë në yndyrnat direkt, shfrytojnë yndyrnat e trupit. Në këtë mënyrë kalon trupi. Ose kur filloj ushqim, pastaj ndërpritet ajo prodhimi i ketoneve dhe kalon në kalim në glukozës. Kjo është ajo që është thelbi i agjerimit. Po e kuptoj të çdo njeri. E dyta pastaj agjerimi është proces pastrimi njerë, që është duke punuar me ketone, trupi nuk merr inflamacion nga jashtë ose nga ushqime, se çdo lloj ushqimi në një farë mënyrë ka problemet e veta, kurse atë që prodhon trupi vet nuk ka asnjë problem. Në këtë mënyrë agjerimi këto ka funksionet bazë të veta. Plus të edukon pastaj që ti të kesh një mënyrë të qëndrueshme të menduarit. Një kalon s'ka shanse të aprish orën që kam caktuar për agjerim. Më thonë shpeshherë prite, se ka raste që dhe mezi e përballoj, në kuptimin kam neps të vogël shumë, them pani ju s'pa, shikon se duke datuar, duke jetuar me njerëz që ushqen, gjithmonë ke atë tendencën
Dhe prap nuk e prish, se po e prish një herë, them unë nuk e mban dot më pastaj. Fillon të mësohet organizmi që ti nuk e mban fjalën dhe ndërkohë nuk ke shanse ta mbash më. E ke prishur ndonjëherë? Asnjëherë se kam prish. Që ti që thon vetë si më s'do e mbaj më tani. Kam caktuar 5 ditë kam bërë, kam caktuar 4, 3 më vjen. Nuk ka shanse ta prish. Më mirë vdes si qeni dhe mund të prish atë orën që e caktuar. Tani për mbyllje të bisedës, kemi bërë disa pyetje të shpejta ku ti do zgjedhësh. Kafe apo çaj? Çaj është më e mira. Ashensor apo shkallë? Shkallë. 30 minuta gjumë apo 30 minuta ecja? Varet nga koha. Po t'jetë natë do të zgjedh gjumin, po t'jetë ditë do zgjedh ecjen. Okej, një ushqim që do ta hiqit nga tavolina e shqiptarëve. Bulmeti. Një ushqim që do ta vendosit në çdo tavolin. Frutat. Janë të mira. Të falenderoj shumë. Faleminderit ju. Ishte kënaqësi dhe do jesh gjithmonë i mikpritur. Faleminderit ju. Faleminderit për mesazhet e vlefshme dhe rrëfimin. Do të është një situatë kuptimin që njerëzit nuk e përqafojnë kollaj, po unë them që është e ardhmja e ushqyerjes. Kjo mënyra që bëjmë sot është e ardhmja. Për njerëzit nuk flet se sa vjet, 50 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 100 vjet, po rruga të kësaj kohë të shtojë. Fjalë nutritori do të shtojë ato njohuritë e veta, do të perfeksionohet më shumë, do të ketë më shumë nutricionista. Tani është viti 3 i nutricionit në UBT, që është unë isha viti 2 ose sezoni 2 që quhet, ata të parët nuk e di ku janë. Nuk di që asnjëri nga ata që na merru me mua të fillon nutricion punë. Unë mund të jemi i pari, por shpresoj që me vite do të shtohet kjo punë, kështu që dhe njerëzit do të kenë duhet ajo trendi si thua për të ushqyerje. Për shembull sot është çudi e madhe nga eksperjenca time që përpara darkë ata ishin vonë, tani nuk ka njëri darkë mbas orës 9 darkë në përgjithësi. Përpara në 9 fillonte puna. Ose e shumë rënd, për themi me par 2, 3, 4, tani është e çuditshme që njëri të marrit par 2, 3 vaftet me fjalë, edhe sallatë dhe antipaste, edhe mish, edhe ëmbëlsirë në fund fare. Në këtë mënyrë ka një ndërgjegjësim shumë të fuqishëm, ka një rënje në peshë njerëzve, shoh shumë, sidomos femrat janë shumë më elegante se më përpara, ose edhe meshkujt, po fjalë tani bien sy një ish ndosh, nuk bien sy një që nuk ka shëndetin ose sta mbi peshë. Fjalë unë dalloj tani ato që janë mbi peshë, janë të pakët, nuk janë të shumtë në numër. Flasim thonë një pjesë e caktuar, se ka dhe tjerë, por ka një trend në fjalë për rënien peshë, sidomos femrat e kanë atë duke qenë se ndjekim shumë rrjetet sociale, në rrjetet sociale rekomandojnë dieta, por jo pa ushqyerje fare, ashtu siç e bën ti dhe jo, nuk ka dietë pa ushqyerje, ka mënyrë testësh dhe agjerimi, Tani vetë trupi një satëror në kohën që fle agjeron, apo themi. Në kohën që është pauzë bosh agjeron. Kurse koha pasaj që agjeron që unë e bëj të gjatë, ka ato përfitimet e veta. Po jo se sa agjeron. Një njeri që s'mund taj non-stop asnjëherë. Gjithmonë kjo është ajo që. Po unë shpresoj shumë që ka një ndërgjegjësim shumë të madh edhe në rrjetet sociale, po kudo është ajo, edhe përgjigje tash smundjeve. Nuk mund të përfundosh klient spitalesh, klient farmacish në mënyrë periodike, në mënyrë vazhdueshme, kur ti ke një mundësi tjetër zgjedhje. Faleminderit dhe juve. Falenderoj shumë. Edhe shpresoj që të jenë më të shpeshta emisionet për ndërgjegjësimin e ushqyerjes, sepse është një ndihmë e madhe, po dhe njerëzit janë shumë të interesuar për të fushme. Patjetër. Faleminderit. Në këtë pjesë kemi një personazh mjaft interesant dhe të njohur. Në këtë pjesë kemi një personazh mjaft interesant dhe të njohur për publikun. Ajo është Lira. Lira është një vajzë e guximshme, një grua e fortë dhe një zë që nuk ka frikë të flasë. Lira, mirë se erdhe në studio dhe të falenderoj shumë që e pranove ftesën tonë. Faleminderit juve për ftesën. Është kënaqësi. Faleminderit. Ti je një vajzë që e mbron me çdo kusht bindjen tënde, mendimet dhe kauzat e tua. Për këtë duhet shumë guxim, sidomos në shoqërinë e sotme, ku ne e dim shumë mirë se si jetojmë dhe çfarë rrethohemi. Ke qenë gjithmonë kaq i guximshme apo ke pasur një moment që ke shënuar një kthesë në jetën tënde? Jo, s'kam qenë gjithmonë kaq i guximshme. Kjo ka ndodhur pak me vonesë në jetë faktikisht, do të kisha bërë më herët, por nuk janë gjitha gjërat në dorën tënde.
Kam qenë shumë e bindur biles, s'kam qenë fare rebele, edhe pse tipin e kisha të tillë, por mendoj që kur i afrohesh të 40-tave, është një faktor që nuk e di, hyn në lojë dhe disa gjëra që ndoshta mund bëje mund të negociojë më përpara nuk i bën më, si për shembull të zgjedhësh veten, nëse më përpara neve si vajza shqiptare aq më tepër jemi rritur që të vetë flijohemi, të vetë sakrifikohemi, sepse vetëm kështu mund ta marrësh vlerën si një grua e mirë e vlefshme. Dhe kjo është edhe gabimi dhe downfalli jon, domethënë këtu ne zhgënjim veten më shumë nga të gjitha, sepse në fund të ditës se ti nuk je mirë, nuk mund të jetë kërkush pranë teje mirë. Si unë jam dhe nën, dhe kjo më ka mësuar që ma ka mësuar në mënyrë shumë në mënyrë si ta bën jeta. Nëse je kokë fort, do të godasi, derisa të marrësh vesh. Dhe kur lind fëmijë, prioritetet të ndryshojnë dhe një pikë kupton që roli që ti luan në jetën e fëmijës tënd është si një rol dhënës. Domethënë, nëse unë gjatë gjithë kohës e lë veten në fund fare dhe vetë të jetë përpara, po i mësoj fëmijës tim që edhe ti lumturia jote dhe vlerat tua varen se sa në fund e lë të listës e vëti veten dhe sa bën për të tjerët. Dhe ky ishte një nga pikat që mu desh të ndroja dhe të mendoja më thellë, që çfarë roli dua t'i jap fëmijës tim në jetë. Dhe çdo gjë që unë e bëj për fëmijën tim, sepse nuk dua që ai të kaloj edhe gjithë fëmijët e tjerë, jo vetëm ai, se kur flas për fëmijën tim, flas për gjithë brezin që po vjen. Nuk dua që këta fëmijë të rriten të kufizuar, nuk dua që vajzat të rriten në tutel, me frikë. E vetmja frikë që ne kemi se mos na bëjnë keq burrat, dhe 97% të personave që abuzojnë me gratë janë burra heteroseksual, to janë në statistika. Domethënë, ti je grua në rreth parë në këtë shoqëri, është një luftë në vetvete. Ti je një grua shqiptare, është një luftë e veçantë nga të tjera, se unë kam parë nga të tjera të forta. Kam njohur shumë, kam pasur shumë fatin të punoj me shumë gra të forta. Dhe kanë qenë pikërisht ato gra të forta që më kanë dhënë dhe inspirimin që shiko se edhe unë mund bëhem kështu, edhe mund të jem kështu, domethënë dhe unë kam një zë dhe mund ta shpreh. Foli pak më parë për fëmijën. Çfarë është ajo gjë që ja thua çdo ditë fëmijës tënd? Që e dua shumë. Atë ja them çdo ditë. Sa herë që flasim, edhe kur jemi afër, edhe kur s'jemi afër, unë udhtoj shumë dhe shumë kohë e shpenzoj larg tij, por i bëj të ditur që jam këtu për çdo gjë në çdo moment. Dhe fjalën të dua ja them pak më shpesh, se neve jemi rritur, nuk jemi rritur shumë me këtë fjalën të dua nga prindit tanë. E kam vënë te babi, ai ka mënyra shumë kreative për të treguar se sa më do, por fjalën të dua e ka shumë të vështirë ta thot. E ka shumë të vështirë dhe nuk dua që fëmia im ta ketë këtë lloj kompleksi. Është i dashur fëmia jot? Shumë i dashur. Shumë. Neve si familje jemi nga përmeti më origjinë. Dhe jemi shumë të butë në përgjithësi. Jemi shumë të dashur dhe shumë bojar. Dhe në momenti që na bën keq ose na bën qaf kot, aty pastaj gjithë qytetarët kanë një damar besoj. Unë dua të di pak më shumë për ty kur ke qenë e vogël. Çfarë ndëroje? Cilat ishin ëndrat e tua kur të rritesh? Unë kur kam qenë e vogël, nëse do shikoj në retrospektiv, nuk besoj se e kam ditur se çfarë doja. Mua bota më zhdukur gjithmonë shumë e çuditshme. I perceptoj gjërat shumë literalisht, dhe nuk e kam ditur kur që unë kam qenë në spektrin e autizmit. Dhe kjo më ka lodhur pak edhe si fëmijë dhe si adoleshente.
Maj mend që kisha qef të isha balerin, kërceja shumë. Po nuk më të mbaj mend ndonjë ëndër të veçantë ose të kem thurë ndonjë ëndër. Se do të pyesja sa nga këto ëndra që ke pasur i ke realizuar dhe je i plotësuar sot. Sa herë që bëj diçka, lira e vogël brenda meje gëzohet jashmase shumë. Dhe unë aty e kuptoj që po bëj një shërim të brendshëm, që është i nevojshëm, çdo njeri në botë ka nevojë këtë gjë. Por aty shikoj dhe ciklet që po thyej. Kanë qenë disa momente, një moment ka qenë kur isha në Prishtinë dhe shikoj gjatë një festimi në rrugë, shikoj dy vajza adoleshente që luanin dhe kërcenin me një lirshmëri pa frikë, pa komplekse. Dhe kjo për mua, në moshën, në vite që jam rritur unë, do kishte qenë një ëndër. Dhe fakti që këta fëmijë kanë këtë liri të jenë vetvetja, kushdo ata qofshin, në çfarëdo lloj forme, në çfarëdo ngjyre, dhe të dalin në rrugë dhe duke qenë vetvetja, me këtë falishmërie, kjo ishte një ëndër e bërë realitet. Dhe do jetë gjithmonë një ëndër e bërë realitet. Gjitha gjërat që ja ka mohuar vetes, se më është mësuar që duhet të mohosh veten, që të duan të tjerët, i kam bërë realitet. Dhe në atë moment kam kuptuar që vetja duhet dashur më shumë, se nëse nuk di të duash veten, nuk mund duash asnjëkën tjetër. Se literalisht i bie ti je hipokrit pastaj. Se nëse nuk do veten, nuk pretendoj të doj njëri tjetër, nëse ti nuk do veten ashtu siç ti je. Po. Por folje për komplekset, cila kanë qenë ato komplekse që ti ke hasur, që ke pas? Komplekset e gjitha vajzave shqiptare, me thënë drejtën. Mos qesh shumë, mos bëj kështu, mos bëj ashtu, jo se kështu është turp, jo se s'merr burri, jo se është çdo gjë ishte e lidhur me opinionin të tjerëve. Çdo gjë. Do të thënë në çdo moment jeton me ankth se mos bën ndonjë gjë gabim, edhe anullohesh si njeri, kupton? Anullohesh totalisht si njeri. Gjatë gjithë kohës, edhe gratë të tjera mendoj që rrin gjithë kohës me frikë, se nëse do ishin të lirshme, të thonin atë që vërtet ndjenin, ndoshta do bënin shumë armiq, por në të njëjtën kohë do gjenin dhe miq të vërtet. Se çfarë të duhen miq të fallco, gjatë gjithë kohë është shumë e lodhshme për mua si person autik, është shumë e lodhshme të bëj kot. Dhe e kam kuptuar me vonesë sepse lodhesha kaq shumë nga njerëzit, në përgjithësi. Ti ke mik, ke një mikesh mik të vërtet? Po, patjetër që po. Jam shumë e fat, kam njohur shumë njerëz si vetja. Besoj që njerëzit neurodivers sikur e gjen njëri tjetrin dhe e bëjmë gjithmonë bisedë, themi si ka mundësi që ne jemi të gjithë miq, po të gjithë jemi neurodivers dhe bën sens sepse ne shikojmë botën nga një talente. Nuk ka filtra. E shikojmë gjën për atë që është, kurse njerëzit neurotipik japin shumë ngjyra, shumë kontekste, thonë një gjë dhe duan thonë diçka tjetër. Është shumë e lodhshme që të kuptosh njerëzit të cilët flasin me metafora gjatë gjithë kohës. Kupton, është e lodhshme. Të deshifrosh gjithmonë gjuhën e njerëzve, se si e thanë. Unë si njeri jam shumë direkte dhe i them gjërat ashtu si i mendoj, si i shoh. Duke se jam gjithkohës së drejtë. Në fakt e kam parë tipin tënd nga videot e tua, postimet në TikTok, por njëkohësisht është një personazh shumë i njohur në TikTok. Dua të di si nisi rrugtimi jot në TikTok. Me thënë drejtën, as vetë nuk e di. Kot fare. Unë nuk për shumë kohë kisha bojkotuar TikTokun. Dhe në një moment shikoj që ishte plot me njerëz nga komuniteti. Dhe thash hajt po futem dhe unë mbase gjete një njerëz nga komuniteti, se ndihesha e vetme, kupton? Dhe e gjithë kjo të qenë zëshme është sepse nuk dua që të tjerët ndihen vetëm ashtu si ndihem unë. Jemi shumë, nuk jemi pak. Vetëm duhet të gjejmë njëri tjetrin sepse të gjithë kanë frikë të flasin dhe të tregojnë që unë jam ky person. Unë nisa kot fare për të gjetur tjerë si vetja ime dhe mori një formë që mori. Nuk e di as ku do shkoj, as se kam ndonjë plan për të. Por me qenë se kam një platformë, mendoj që mundem të jem e zëshme për njerëz që nuk kanë mundësi të jenë të zëshëm. Dhe shpresoj që
të flas, jo vetëm të flas për të tjerë, por të shpresoj që të inspirojnë të tjerë të flasin dhe ata për veten e tyre, të mos kenë frikë, të jenë vetvetja, se të jetosh gjithë jetën duke luajtur këto rolet është tepër e lodhshme. Është tepër e lodhshme. A ka njerëz që nga se të kanë parë ty në TikTok, të kanë shkruar dhe të kanë thënë të falenderoj, të kanë falendëruar në formë që ti je një zoj i guximshëm, që ti flet dhe për të tjerët. Marr shpesh mesazhe dhe janë kam pasur mesazhe shumë të gjata ndonjëherë që dhe më kanë bërë çaj. Marr mesazhe nga njerëz që kërkojnë ndihmë, që duan ku të drejtohen. Më bëjnë të kuptoj që jam duke bërë diçka korrekte. Ndoshta nuk është perfekte, ndoshta nuk është ashtu siç duan ta shikojnë njerëzit, të kufizuar me një gjuhë që ndoshta unë po flas me popullin e thjesht. Dhe në momentin që i them gjërat, i them siç do flisja me një shoqen time ose me një që e dua. Dhe kjo është gjua që neve kuptojmë. Nëse flas me gjuhë letrare dhe me fjalë të bukura nuk do marrë vesh asnjëri. Ata që unë dua ta dëgjoj mesazhin tim janë njerëz që nuk e kanë mundësinë të lexojnë këto gjëra me fjalë të bukura ose edhe nëse dëgjojnë nuk e kuptojnë. Dhe këtu është kjo barriera e komunikimit që neve kemi, se në televizione për shembull pretendohet që njerëzit që dhe s'kan bërë shkollë, të kuptojnë se çfarë po thua ti, ndërkohë që s'të marrin vesh fare. Është vërtet. Kjo është çka unë vura re nga disa nga video që i kam bërë pa dashje fare. Dhe më kam pasur njerëz që më kanë kritikuar për shembull, the një fjalë që s'duaj thënë për shembull, ose nuk më pëlqeu kjo. Nuk dua t'i marr parasysh, nuk dua ta editoj ato çka them, nuk dua ta filtroj, sepse jetojmë në një botë tepër fiktive, ku nuk po marrin vesh njerëzit se çfarë është realiteti dhe çfarë është gënjeshtra. Vetëm për foto dhe për video i bën njerëzit gjërat. Për fasad. Dhe kjo është e rrezikshme. Se tani njerëzit po shikojnë ty duke treguar një gënjeshtër dhe besojnë që kjo gënjeshtra është ëndër dhe duan të luftojnë për të arritur gënjeshtrën, që s'kan për të arritur kurrë. Do të thonë nuk gënjen vetëm veten, por edhe një popull të tjerë që të ndjek. Paragjykimet, sa të vështirë ke nga paragjykimet? Si i përballon? Apo të bëjnë më të fortë? Varet se nga vin. Janë disa dallg duhet i lësh të dallgëzojnë. Disa dallg mund të i përserfit. Nëse vin nga njerëz që unë i dua, më prekin se ajo që neve duam fundja fare është që njerëzit që duam na kuptojnë. Të tjerë çfarë thonë, tjerët nuk ju punë njeriu, se fundja fare as faturat, as hallet nuk më kanë njeri përveç vetes dhe njerëzve që kanë mbas shpirtit. Kështu që prekem kur paragjykimi vjen nga njerëzit që dua, se dua që ata të më kuptojnë. Por nga të tjerët, me thënë drejtën, nuk e vras mendjen fare. Tani dua të di mesazhin më të bukur që ke marrë nga djegësit në TikTok. Më ka shkruar një vajzë, më ka thënë mbas nuk e di sa viteve, sa nuk e mbaj mend, kishte filluar të fliste prapë me motrën e saj, e cila ishte po ashtu lesbike. Tha, më bëre të kuptoj që ajo nuk e ka zgjedhur këtë. Dhe ne kemi filluar të flasim prapë mbas disa viteve që nuk kishin folur, domethënë, tani e kuptoj më mirë motrën time. Dhe kjo ishte, besoj, një nga gjërat që më ka prekur më shumë nga të gjitha mesazhet që kam marrë. Është shumë e bukur. Dhe kjo do të thotë që dikush që të shikon ty, të janë pikërisht njerëzit për cilën unë e bëj këtë që po bëj. Është pikërisht kjo ideja që të mirë kuptohemi, të mos na shikojnë njerëzit si alien, mos të humbim dashurinë që kemi me njëri tjetrin, sepse nuk kuptohemi, s'po flasim të njëjtën gjuhë. Në fakt në Shqipëri është shumë e vështirë. Është e vështirë, por në njëjtën kohë po ndryshojnë gjërat. Sepse kam marrë më shumë mesazhe urrejtje kur kam dalë në 22-shin, se sa po marr tani në 26-ën. Dhe kam marrë dhe mesazhe nga ndjekësit që duke folur me ty, duke biseduar me ty, më përpara nuk jam dashur personat e komunitetit, por duke folur me ty po e kuptoj që dhe ju jeni gjë si gjithë njerëzit e tjerë, bile edhe me vlera, sepse kemi vlera, kemi një komunitet me shumë vlera. Kur e kuptove për herë të parë që ti pëlqen një vajzë?
E kam kuptuar vonë, 38 vjeçe. Ishte hera e parë që isha afër një vajze lesbike tjetër për cilën unë po filloj të kisha pëlqim. Dhe në ato momente e pyeta veten, thash, po ç'ne unë që po pëlqej? Më lidhen shumë pyetje, se gjithë jetën kam menduar se kam qenë hetero. Por, nëse shikoj jetën time, unë gjithmonë kam qenë jo obsesuar, po e fascinuar nga vajzat, i shikoja, kanë qenë 2 ose 3 momente në jetë që i kam parë këto vajza me ato sy, që nuk duhet i kisha parë, si pas mendjes time adoleshente, dhe mendoja, po unë pse e pash me këtë sy, se s'u duhet ta shikoj me këtë sy, unë nuk jam çun, jam gocë. Por kur nuk ke fjalor, nuk ke asnjëri, flasim për vitet 90, sa ekzistonte fare si fjalë kjo. Unë nuk mund të kisha ditur kurrë se çfarë do të thotë kjo. E kam kuptuar vonë kur isha në një të njëjtën dhomë me një person që ishte i njëjtës gjini si unë dhe kisha një atraksion. Aty pastaj kam kuptuar, okay, kjo gjë është. Dhe aty desha të dija më shumë për veten, aty kam filluar të studioj për komunitetin, për identitetin e tjera. A ke humbur njerëz të rëndësishëm pasi vendose të flasësh hapur? Kam humbur asnjë njerëz të rëndësishëm, as edhe një të rëndësishëm. Mami me babin ju desh pak kohë, ju desh një 2 vjet që të kuptoni mi zënë me të drejtën, nuk është se ka qenë e bukur ose e paqshme. Ka qenë turbulente, por në fundit besoj që dashuria triumfon dhe ata zgjodhen që të vazhdojnë të më duanin, se nuk ndaluan kurrë se dashuri, po zgjodhen të vazhdojnë të më donin në këtë mënyrë autentike si unë po e shpreh veten, se shikojnë që kjo është personi që unë në vërtet jam. Dhe po më shikojnë që çdo ditë unë bëhem më shumë, dal më shumë në vetvete dhe jam më konfidente, sepse sado që të lodhesh, të bësh sikur je konfidente në lëkurën që pretendon se je, nuk e për të qenë kurrë 100%. Kur je autentike, e thua me bindshmërinë më të madhe dhe aty pastaj të afektojë dhe konfidenca dhe njerëzit ndihmojnë kur t'japin kurajo, patjetër që po. Edhe dashuri, mbështetje. Patjetër. Unë jam shumë e fat sepse kam shumë njerëz që më suportojnë. Jo të gjithë në komunitet kanë suportin që unë kam. Dhe kjo është dhe arsyeja pse shumë veta nuk e përdorin zërin e tyre sepse nuk janë të mbrojtur. Nuk kanë suport. Shumë veta pse ke këtë suport? Për radh parë nuk jetoj në Shqipëri. Që ky është një privilegj që domethënë unë vi këtu dhe mund të iki. Mund të jem e qetë kur iki. Kurse njerëzit që rrinë këtu, të tjerë si puna ime, nuk e kanë këtë privilegj, nuk mund të hynë jashtë e brenda, janë gjatë gjithë kohës brenda kësaj flusës së urrëties. Dhe në një tavolinë të hapur që isha kohët e fundit, një raport tregonte se 88% e komunitetit shikon të arsyeshme vetëm ikje nga shteti dhe 88% e komunitetit kanë emigruar. Si vendose tu tregosh familjarëve, personave të afërt që ti pëlqen vajzat? Edhe ai ishte e vështirë. Në momentin që e kuptova, nuk e mbaja dot. Kush ishte personi i parë që t'ia the? Djalit. Si reagoi? Ai është shkruar në anglisht, si bëri përshtypje fare, çado që ti je i lumtur, tha, çado që të bëj ty i lumtur, s'ka problem fare. As i ka bërë ndonjëherë përshtypje. Niprit dhe mbesat, të njëjtën reagim, çado që të bëj ty të lumtur. Nga prindrit ka qenë e vështirë. Ka qenë një betejë e gjatë, por që në fund, si thash, dashuria triumfon. Kur ka dashuri të vërtet, dashuri të sinqertë, ajo gjithmonë triumfon. Dhe të fundit fare kam thënë vllajt, ato sa herë që e shikoja në sy, më duke si u e gënjeja, pa thënë gjë fare. Nuk e shikoja dot në sy, bëhesha gati t'ia thoja dhe më ngilnin fjalët në fyt. Dhe një natë, ka qenë ora 7 e darkës, kam qenë duke dalë me ca shoqe, po bëhesha gati
Thash jo nuk e mbaj dot, më doja them, i çoj një mesazh. Unë jam gay vlla, i them nuk kam çfarë të bëj, do ta them se nuk e mbaj dot më. As dua të gënjej. Dhe ky nuk më shkruaj deri në ora 11 të darkës, domethënë një 4 orë të mira unë po prisja nang se çfarë do thotë. Se çfarë do thotë? Thash ndoshta do e humb, nuk do të flasim më. E mora parasysh të gjë dhe bëra paqe me faktin që dhe mund të jem vetëm. Por në fundit thash unë do zgjedh veten. Ky është momenti që unë do zgjedh veten, çfarë do që ndodhi. Dhe në orën 11 darkës më ka ardhur mesazhi dhe më ka thënë unë du njësoj si më përpara, kësë është zgjedhja jote. Mbajmon që dola, kam dalë me vrap për jashtë, se nuk po e mbaja dot veten, dhe ula tek shkalla, po mundohesha të po qaja, po mundohesha të mblidhja veten, po nuk ndaloja dot po qaja me gashërim, ishte një okej, nuk e humba. E kam akoma. Edhe kjo është shumë e bukur. Edhe duhet të jesh shumë e fat. Ja, e them dhe do e them gjithmonë. Një shoqe ime shumë e mirë më ka thënë që ajo tha djali im më zgjodhi mua para se të vinte në jetë. Dhe mua më ka ngelur në mendje se mendoj që edhe unë familjen time e kam zgjedhur para se të vija në jetë. Se jam jashtëmase shumë e fat që i kam pranë edhe që kujdesen për mua gjatë gjithë kohës. Edhe kur jam e vështirë për të dashur, ata vazhdojnë të më duan. Tani, të heqim pak emocionet, të kalojmë tek pjesa tjetër. Kemi parë në video në rrjetet sociale, ku i ke propozuar partneres tënde. Mund na flasësh pak më shumë, të lutem, se jam shumë kurioze të di si lindi, nga se lindi, ai kishte emocione të propozimi. E kisha menduar gjithmonë në mendjen time, e kisha parë si vizion, e kisha imagjinuar që propozimin ose shprehjen, domethënë e dashurisë time, ta bëja e rrethuar nga njerëz që më kuptonin, po në njëjtën kohë dhe nga shqiptarë. I doja që të ishte në shqip. Nuk doja ta bëja në gjuhë huaj. Ishte me këngën e Albanit? Alban Skënderaj, po. Dhe ajo këngë për mua shprehte identik mënyrën se si unë e shikoj partneren time në këtë dritë. Dhe nga dashuria doja t'ia thoja që gjithë, ta merrte vesh gjithë bota. Domethënë nëse mund të ngjitesha në majt e Everest, ta ulorisja më të madhe, do kisha bërë këtë gjë. Por doja që t'isha me njerëz, me shqiptar. Dhe vetmja moment që mund ta kisha bërë këtë ishte ose në paradën e Shqipërisë, në cilën ne kishin pamundur të vinim në atë kohë, ose në Kosovë, në cilën po ashtu e kishin pamundur të vinim në atë kohë. Dhe më ftojnë Prishtina Queer Festival, në më ftojnë të vinë në Zvicër me ta, si pjesë e grupit, dhe i them, po si kur ta bëj këtu propozimin. Dhe gjithë më thënë, ishim shumë të eksituar për të gjë, e mbajtëm, nga 2 muaj e kemi mbajtur të fshehur, dhe momenti që isha aty, nuk është se më duhet ta shikoj videon dhe një nga fillimi, se nuk është se i mbaj mend të. Ishte pak si mjegull. Kisha jashtëmase shumë emocione dhe e di që më ka rënë kutia një 2 herë nga duart, se po më dridheshin duart literalisht. Por fakti që isha po e bëra në Shqip, e rrethuar nga shqiptar që tu duar ku jetë diasporës, ishte shumë epike. Shumë, nuk kam për të harruar për gjithë jetën nuk kam për të harruar. Mendoj që kjo ndoshta është një nga ëndrat e lirës vogël gjithashtu. Nuk kam për të harruar kurrë. Ishte një moment shumë domethënës për mua, se nuk mund ta asaj mjaftueshëm se sa e rëndësishme ishte që të ishte në Shqip. Të jesh emigrant domethënë është e vështirë, ndihesh izoluar gjithkohës, por ti je një emigrant i komunitetit, është një izolim total. Sepse gjithkohës je i vetmi në çdo tavolinë, në çdo dhomë, në çdo ambient, i vetmi. Askush që të kupton kulturën apo gjuhën.
Dhe momenti që kam gjetur dhe persona të tjerë të komunitetit shqiptar, ka qenë dhe fillimi i procesit të shërimit të shpirtit tim, besoj. Si e njofte? Rastësisht, shumë rastësisht, kam qenë duke bërë muhabet me një shok që kisha njohur gjithashtu me anë të rrjeteve sociale. Dhe kjo fut kokën dhe bën një koment, e pash që ishte shumë simpatike dhe i them ti djalit ma jep numrin e saj të flas. Dhe aty fillum të flasim, u takuam në nëntor, isha me punë këtu. Erdhi më mori në aeroport, në fillim isha pak se kishim folur, po jo se kisha parë, se kisha takuar akoma. Dhe e ke parasysh je pak si në angth, pak si në stres, që si do jetë. Por sa më shumë që rria me ta, aq më shumë po më ngjisa si tip. Edhe më jepte energjinë ashtu siç jo si jam vetë, po siç ndoshta mendoj ata që po e kërkoja vetë. Dhe jam nisur thjesht në bazë të energjisë nga ajo që kam ndjer. Aty pastaj jemi pëlqyer edhe tjerat janë Sa kohë ke që jeni bashkë? Ne kemi 1 vit e gjysmë. Bashkëjetoni? Jo, nuk është akoma e mundur kjo gjë, pasi ne jetojmë në shtete të ndryshme dhe un kam shumë gjëra në Angli që nuk mund t'i lë dhe t'i iki, por që mendoj në të ardhmen. Pse jo? Kemi plane. Dhe shpresoj të bën realitet. Është vërtet diçka shumë e bukur që të gjesh njeriu që të bën të ndihesh mirë dhe të duash veten. Po. Kush është më shumë xheloze nga ju të dyja, se kam parë disa video fani në rrjetet e tua sociale? Shikon, të dyja jemi xheloze. Besoj që jemi rritur në një kulturë që ne më duket se e masim dashurinë me sa xheloze je. Kush është më shumë xheloze të do më shumë. Në mua nuk është më pëlqen kjo gjë, me thënë drejtën. Por që po mundohemi të menaxhojmë xhelozia dhe kota. A është e vështirë të mbash një marrëdhënie në distancë? Sa e vështirë është kjo? Është e vështirë. Është e lodhshme, është e vështirë. Nuk është për ata që nuk janë të fortë. Duhet të jesh i fortë. T'ja dalësh. Por nëse dashuria është e sinqertë, nëse dashuria është e mjaftueshme e fortë, ja del. I gjen ai që të do çan malet, detet, oqeanet. Unë kur e dua një njeri e bëj. Po familja jote si ka marrëdhëniet me partneren? Janë takuar? Jo, nuk janë takuar akoma. Mami flet ndonjëherë, flasin në telefon. Babi nuk e ka arritur akoma. Avash. Atë nivel civilizimi. Kështu që nuk e di. Shikoj, nuk është se nuk dua t'i jap shpresë as vetes as të tjerëve që mosha e prindërve të mi që është 70 ca e sipër, mund të ndryshojnë tani dhe të bëhen ata të dalin me flamurin tim, kupton, nuk e pres të gjë. Boll që dashuria është aty, kupton, duhet të dim dhe sa të presim nga njerëzit, sa kërkojmë nga njerëzit. Ata po bëjnë atë më të mirën e të mundshme të tyre, dhe unë këtë gjë e kuptoj dhe këtë dua, ku vetëm kaq. Nuk mund të bëj dikush më shumë nga çka mundsi. Të paktën i mirë kupton edhe ti. Po duhet mirë kuptojmë, se nëse nuk mirë kuptojmë, s'mund të jetojmë në një njëjtin vend. Në Shqipëri ka shumë paragjykime. Çfarë do të thojë ti për gjithë këto paragjykuesa? Jemi një popull me komplekse. Jemi një popull që merrem më shumë me punët e tjerëve se me punët tona. Edhe ky është dhe problemi pse s'po zgjidhim asgjë. Nëse fokusohej secili në punët e veta, besoj që do zgjidhin shumë probleme. Njëkohësisht të kemi parë dhe të angazhuar në protesta, me këtë kaos kaq të madhe. Ke dalë dhe në Londër, në protest. Unë kam gati 6 vite që protestoj për kauza të ndryshme. Kam qenë në protestat të tjera për kauza shqiptare. Kjo ishte një thirrje që nuk mund ta mohosh. Në momentin që e pash isha tepër, unë kam kohë që flas
për këtë shitjen e ishullit Sazanit, kam që vjetë që flas momentin që e mora vesh, më duke pa drejt dhe kam folur, kam qenë e zëshme për këtë temë, kam qenë e zëshme sa që kam shkuar në Bregdet dhe e kam parë se si është betonizuar dhe si është basarduar. Dhe kjo ishte të vija në protest në Londër ishte me pakta që mund të bëja. Momentin që mendova që kjo nuk është e mjaftueshme, duhet të kthehem në Shqipëri dhe të bashkohem protestës aty. I hypa avionit dhe erdha në Shqipëri. Është një protestë ndryshe nga ato çfarë jemi mësuar të shohim ne, duke pasur organizime politike. Është një protestë ku janë të gjithë qytetarët, të gjithë të rinj, të gjithë grup moshat, madje vinë dhe nga diaspora. Po. Si e ke parë ti? Sa e vlerëson? Dhe a mendon që të gjithë do të arrijnë këtë? Jashtëmase shumë. Për të cilën protestojnë? Nuk e di se sa do e arrim. Janë shumë gjëra që duhen ndryshuar dhe duhet vim me zgjedhje konkrete. Por që kjo protestë është e nevojshme, sepse gjërat kanë shumë kohë që nuk shkojnë, nuk shkojnë, por nuk shkojnë fare. Dhe besoj që nëse vazhdojmë kështu, nëse rinia vazhdon kështu dhe jam mëse e sigurt që kjo gjenerata e re, dhe kam thënë dhe vazhdoj ta them, do jenë ata që do ndryshojnë të ardhmen e gjithë shqiptarëve. Sepse nuk jemi më okay që me gjërat bazike, nuk jemi më okay nuk jemi në kohën e komunizmit të bëjmë si na thot partia. Nuk jemi më. Luftuan shumë veta, kanë humbur shumë jetë. Tani është koha që të kemi tamam demokraci, ka 35 vjet, domethënë nuk e di çka ka ndodhur, por që është e vonë, duhet vazhdojmë derisa të arrihen të paktën në kërkesat minimale. Kupton se nuk presim ndonjë shpikje, ndonjë ndorrim sistemi total nuk e presim. Të paktën jo në të ardhme të shpejt. Tani u doja një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat apo djemt që janë pjesë e komunitetit LGBT, por nuk e pranojnë dot, për shkak të 1000 arsyeve që ato mund të kenë. E kuptoj. E kuptoj dhe e di shumë mirë çfarë do të thotë të mohosh veten. E kuptoj shumë mirë çfarë do të thotë ta mbysësh veten tënde. Por do mundesh ta bësh vetëm për një kohë të shkurtër të gjë. Do vi një pikë në jetën tënde që do e shikosh veten në pasqyrë dhe nuk do e mohosh dot. Mos hum kohën, them unë do të kisha dashur ta kisha bërë më herët, se më ka humbur gjithë ajo kohë, mos hum kohën dhe ti si unë. Lira, të falenderoj pa mas, të falenderoj shumë, je një shembull shumë i mirë për të gjithë gratë e forta. Faleminderit. Dhe ke një guxim të paparë që jo çdo kush e ka. Dhe një herë të falenderoj dhe ishte kënaqësi që të kisha në studio. Faleminderit për ftesën, ishte vërtet një kënaqësi. Kështu erdhi dhe fundi i episodit të tretë në Vibe. Bashkë do të jemi sërish nesër në orën 11 me shumë të ftuar interesant dhe histori të bukura. Mirupafshim.